shikues të emisionit Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tunin Këshia Show. Faleminderit publiku që gjithmonë i kemi prezant, por faleminderit edhe sponsorëve tonë atyre që e mësojnë realizimin e këtij emisioni. Janë prodhime vendore, sigurisht është uji Sibura. Një shishe uji Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme. Përndryshe uji Sibura verës shkrihet Sibura nguj. Dorëtrokitje për uji Sibura. Është pija aronika me lëngjet e saj 100% natyrale, që ka filluar me shije tjera. Faleminderit shumë pronorët e Sat Berisha që ka ardhur nga Zvicra dhe ka investuar në Kosovë. Medical Park, ai që më ka operu mu, gjithë ju që dëni me operu edhe me bo trupin slim fit kështu sione, tashmë kam humbi 20 kg pesh, shkoni te Medical Park edhe caktoni terminin tek doktor Mzigoshi. Faleminderit shumë. Juve që ju dënë fustona për nësri, e gjeni tek Jeta Arifi në Facebook, fustonat më të veçantë i gjeni vetëm të dizajnere Jeta Arifi. Faleminderit shumë, dorëtrokitje e mollë. Shikues të dashur, sonte do të flasim përsëri për protestat. Unë isha me ekipin tim në Shqipëri në protest, edhe fatkeqësisht gjendja ishte e rëndë. Protesta ishte masive, nuk ishte ashtu siç e dhanë disa media. Domethënë atje ka filluar protesta tashmë dita ditës edhe më shumë po rritet, edhe po përshkallëzohet situata. Për me diskutuar lidhur mbi këtë temë, sonte kam të ftuar mysafir përsëri special. Ai ishte më herët, ka disa javë që ka qenë te unë, por ka bërë mjaft buj intervista atij edhe poshtë që edhe në protest njerëzit e duan shumë. Dhe po flitet që kohët fundit i ka thirrë atje edhe antiterrori. Për me diskutuar lidhur mbi këtë temë, e kam të ftuar mysafir special Shpend Goshin, e ftoj me dorëtrokitje të moja sonte. Faleminderit për herë dytë, respektet, faleminderit shumë. Dorëtrokitje edhe një herë e mollë se na ka rosi shpesh, edhe njerëz po mendojnë që s'kem ku me thirr, na hajtë unë Shpendi po thirrim në mesveti, po nuk është ashtu. Situata është po le të ushtohet i natë, apo na ecim punët mirë ne. Po. Shqiptarët do punë. Unë falenderoj shumë që ke gjetë kohën sonte. Vërtet më ke nderuar. E gjej gjithmonë kohën për ty, është kënaqësi. Faleminderit shumë. Gjithmonë kënaqësi. Respekti, dorëtrokitje edhe një herë për Shpendin. Shpend thash edhe në prezentim që situata është mjaft e rëndë, nuk është ashtu siç po flitet media, protesta është goxha e madhe. Kjo është treguesi Sadri që media është e kapur nga politika, që nuk nxjerr realitetin, nuk ti e pe vet. Erdhe me ekipin tënd, ne u takuam aty, rastisht, pastaj na u bë qefi që ke ardhur se edhe ti je shqiptar, pa shkak se bëjnë thirrje kosovarët dhe shqiptarët, se kjo është çështje e endasive. E pe vet me sytë tu, vlla, ti je një ambasador i Republikës Kosovës. Në fund ditës, që vjen edhe sjell gjithë audiencën që ke këtu, e shikon që ajo protesta nuk ishte as me agent iranian, as me grek, as me serb, ishte një protest masive e disa qytetarëve që u premtohet për 35 vjet drita ujë. A kupton? Kaq e thjesht është. Domthon protesta është bërë për zvërnisin, por tashmë ka kalu në foza tjera, nuk është për zvërnisin. Unë mendoj që neve nuk ka më mirë se sa ta përhapim këtu te Këshia Show, që është emisioni më i parë në Kosovë. Është pranvera shqiptare, nuk është më çështje Flamingo Revolution apo quaj si duash, disa njerëz, kjo është pranvera shqiptare. Fakti që po mblidhet gjithë diaspora dhe po proteston është i tregues, që ti tregojmë botës, këta tipat na kanë larguar nga vendi jonë dhe neve po protestojmë për vendin tonë te vendi tyre. Se po tishin do kishin ardhur aty të gjitha. Mirë kjo, dorëtrokitje vëlla. Janë jashtë. Janë 1.100.000 shqiptarë jashtë në 13 vitet e fundit, 15 vitet e fundit. Mos llogarit eksodin e viteve 90 që nuk ngeli njëri pa ikur se ishte një urrëtie për sistemin. Sistemi më diktatorial, vetëm Korea e Veriut na barazon në dictatorship, a kupton? Po se ka motivu që është kjo kos politike. Po kjo është, unë kam lindur në 93-shin, doli Sali Berisha me XY-Z me Fatosnanën, ndroi jetë Fatosnanën rrugës e më thet tash, ndroi jetën Ramizalia, unë jam 33 vjeç sot, pres bëhem bab. Kur t'i vi koha dhe prap Sali Berisha me Edi Ramën në televizor apo. Po është e tmerrshme. Domethënë edhe neve që jemi gazetarë. Kjo nuk është mbretëri o burr. Edhe neve që jemi gazetarë, që jemi me media, në fund ditës ty s'ka ndihmuar as lloj njeriu për post familjes tënde dhe vetes tande për të arritur ku je. Absolutisht. Se këta i kemi ndihmuar neve me vota. Dhe neve e kuptojmë që 25 vjet në treg duhet ndryshohet çik formate, se nuk shikojmë më njëri. Absolutisht. 25 vjet e majno politikan që ti jep me të njëjtën gjuhë. Vjen aty do t'ja puj drita, mos vlla na ke premtu 4 vjet më para ndoshta. Apo. E mirë kjo dorëtrokitje. Shpend, po, më pëlqej shumë se Facebookin e kish shumë aktive dhe do intervista të jashtëzakonshme, sidomos me kolonel Dritan Demira, ka bë buj jashtëzakonisht, e përshëndesmi prej këtu ku jemi Dritanin, edhe
E po është edhe në diçka të mirë që e ke paraqit një plan për Shqipërinë? Një referendum diçka? Po, unë mendoj që duhet bërë referendum për gjithë zonat e mbrojtura dhe ato që ka referendume kushtetuese për çana përket neve. Pra, ka dalë tani jo, po këta shqiptarët janë të financuar nga XYZ sepse nuk duan investime amerikane. Ne nuk e kemi kundër investimeve amerikane, ruse, kineze, izraelite, po më thet tash. Po kur të quhet investim, duhet të jetë win-win situation. If it's not a win-win situation, we don't have a deal. Tani të më dalë një njeri dhe të më thojë kur ka përfitu, kur ka qenë situata win-win nga këto investimet. Nuk gjem vlla, se s'ka. Po është mirë mi a shpjegu se shumë po më pëlqen që këtë që pethu se njerëz po mendojnë që protestuesit janë kundra investimeve të huaja. Qa përfitimi ke ti vlla, shqiptari, vllai jon, po vjen do vishën në shtetin tënd. Ti s'duhet të kesh trafare aty, po nejse, varja dhe traut se politik e qelbër nga dy anët. Do vish në Durrës. Do futesh me vajzën apo me djalin, me nusën tënde, do futem det. Do të vi djali tjetër e thotë, "Dil pak nga deti im ti." Habe pa kraun se është deti im ky. Kush ta dha detin ty? Të vërtetë. Kam vendosur që në 2004 në Kakome, nuk e din Sarand, Kakome është një nga xhirat më të bukura të Shqipërisë. Që në 2004 është e bllokuar valla. Sot ja kishin hequr sapo e shpërndava, ja kishin hequr telat. Është bërë gardh, është bë gaza Shqipëria, do të thonë me parcela, fut tela me gjëmba. Ne nuk kemi luftë valla. Se do Rama të plasi luftë me Iranin, shkoftë Rama në Iran bashkë me Ayatollahun aty ku është. Shlidhe ka kjo. Shpend, po për shembull nëse eventualisht që unë s'po besoj që fal vetëm një gjë. Po. Shikoqa që ta marrin vesh gjithë motrat e vëllezërit tanë shqiptar të Kosovës Dardan. Në Parlamentin e Shqipërisë është miratuar një rezolut për luftën kundër Iranit dhe aty nuk ka pas njeri me ndere vlla, nuk ka pas hallate me firmos rezolutën kundër genocidit serb në Kosovë. Nuk është bërë rezoluta genocidit serb, ta patriotët e mdhenj. Pse nuk e njohin genocidin? Njif ke ti luftën e Iranit, lufti me Iranin. Mujo Ulqinago do lufton dhe fashizmi me Lukçaj. Dhe ty kur të vjen rezoluta e Kosovës, se ne kena prit vlezrit tanë, gjyshe ime ka mbajt 4 familje shqiptare të Kosovës. Ne na rrit me ata. Ja kemi ditë hallet, nuk e di se si kemi jetu në 3 dhoma i kuzhin 50 veta. Po zoti është i madh i qofshin falë, a kupton? Bravo. Dhe mos kemi neve pa fytyrësim më të madhe, mos miratojmë rezolutën Parlamentin e Shqipërisë për genocidin serb dhe kënaqen gjitha masturbohen me idenë që vajti Rama te Vučići dhe i tha Kosova është realitet. Po çfarë realiteti? Kosova është realitet se deshën shqiptarët e Kosovës me ndihmën e amerikanëve për ty. Ti ja kishe lënë Kosovën Serbis edhe ja kishe fal, edhe ja kishe çu dhe armë për ta bombardu. Se ne i njohim ta. Se kush janë. Vjen një shqiptar i Kosovës në Vlorë, neve e blejmë bukën 80 lek, ti e blen bukën 2 euro. Hajtë se ha, futja këti, futja, hajde. Ne zomën 100 euro, juve 200. Të janë të vërteta, valla. Po janë të vërteta, valla. Fatkeqësisht. Po është të mërshme, kjo është linja UDB-s. Për çaj shqiptarët me njëri tjetrin se s'ka brir UDB-ja. Ne i dim kështu, jam i veshur me pardesy dhe me trëndafil të kuq, me i kështu zëri popullit, me i gazetë zëri popullit, jam të pisha aty. Nuk kam më kështu, këto janë Hollywood. Kjo është linja, fut përçarja. Sadria është i keq, Shpendi është i keq, Çau, futen 2 shqiptar me uvra me njëri tjetrin përfitoi armiku. Si ka thonë gjerë të fishta, ne jemi siç na do armiku valla. Absolutisht. Vajtona plotësisht. Po çka nëse për shembull hipotetikisht unë nuk po besoj Shpend, po nëse për shembull protesta dështon se diçka, e merrni përgjegjësinë ju. Në qoftë se protesta dështon, unë jam i parë, po nuk e di probabiliteti ekziston se nuk varet nga neve. Pa kam thënë, ne nuk jemi organizator, ne jemi mirëmbajtës që janë roje, si duash ti. Aty ka shumë njerëz të cilët luftojnë janë flursa, luftojnë për interesat e tyre, se ku ka shumë, si të mund, kalabëllëk. Po, mal pa uk s'ka. Ka edhe dera që futen edhe leku, dhe ajo protesta vlen 40 miliard. S'ka fjallë. Ka vlen 40 miliard dollar, si protest, si kapacitet ekonomike, janë 4 buxhete shtetërore, se është luhet pushteti aty. Tani në ka 40 miliard për 4 vjet, nuk ka politikanët lek me i shkrit 100 milion, 200 milion euro për me prish, për me kursy ato tjerat, po e bëjnë. A ka pa buksa në shpirt, se s'po themon se të varfër kemi qenë gjithë, kush bën që kemi rritur ne shqiptarët nga Versaja, gënjen veten i shkreti. Po, absolut, buke speca janë arrit jetë. Buke speca janë arrit gjithë. Po ja dalim me zotësi, pas zotësi, futja, po ja dalim, a kupton? Po ka gjësh vlla. A kupton ndonjëta, nuk ka, si thua, janë pa buksa në shpirt, shiten për 5 aspra. Shiten për një borxh, shiten për një kredi, shiten. Rezistenca,
ndalon njerëz të rinj, po profe, po duhet kështu, dhe kur i bëj pyetën, ç'a kontributori jete ajo protestë? Po unë vit +1. Po ti hajde mër vllai dhe më futu njerë me neve aty, ngri njerë teza e gjitha me radhë, pastaj më fol me imperativ kategorik. Ti e nga Kolltuku, vjen për një pjesë të bukur aty, se ka vajza të bukura Shqipëria, sa duash, do me i gjujt ato edhe thua po dalin protest. Jo, ti s'del protest vlla. Protest jam unë, avokati, gjithë njerëzit aty që kemi dalë me fytyrë Ramës, po na godet Aulant Balla, Rama, X, na i quajnë fashista. Në me ju kanë thirrë edhe antiterrori e kanë thirrë. Avokatin antiterrori e ka thirrur. E ty ju halo, ha? Mua jo akoma, mua më përgjojnë. I kam fansa unë, se më dërgojnë donacione. Na shta s'ki vol në telefon. Jo, më dërgojnë donacione. A ki vol në telefon Për zotin mua më dërgojnë donacione valla. Po, ha? Po, në YouTube. Më ndjekin, nga që më ndjekin gjithë, kur jam me Po avokatin. ta Aulantit ka shpërndau, Balla. Na bërin der mua, ty të betohem vlla, po të kishe mundësi me mbledh 200.000 euro bashk, me a thonë ore na përmend njerëz që na rritësh PR-in, në botë se na e kishte bënë, na e bëni falas. Po. Nxori Koqia shoh me fytyrën time. Jemi 2-1 vlla. Do të kite për ta. ta. Me 2. Në këtë rast do të kite për ta Aulantin. Do të kite të Aulantit. Ta Aulantit, taus. E rikthehemi përsëri se s'po duam me të bësh te ajo që ke thonë referendum se i ke thonë dosane shumë të mira në Facebook. Cilat janë ato që i ke thonë Facebook besoj? Shikoj, në radhë parë unë jam për një gjykatë speciale për pronat. Kam bërë ta teza, i kam bërë teza duke konsultuar me disa miq që unë i dashuroj, a kupton? Që më duan për atë që jam. Edhe më kanë thënë shpende, di se është problemi. Në fund të ditës do vlerësohet mendimi politik. Kjo është një protestë politike. Nuk është një protestë vetëm qytetare, sepse qytetaria është politik. Ne jemi homo politicus, pastaj jemi qytetarë, kupton? Po. Ne prodhojmë politik. Po, për diçka keni dole? Mbaj disa gjëra shëndim që njerëzit ta dinë që ti je me karta politike. Unë nuk jam Jakobino vlla. Se njerëzit më thonë, thua ti do të Berisha në burg, po unë Berishën nuk e kam as bab, as gjysh, as vlla, as kunat, as baxhanak që më dhëmbi për Berishën. Po nuk e them dot Sadria në burg, shpendim burg vlla, se unë nuk jam Jakobin. Unë thëm po, shkote Sali Berisha te Edi Rama, shikoj burimin e të ardhurave, follow the money. Hiqa parat lejt lirë prap, ta përjetoj njerë me 500.000 lekë muaj, me 500 euro në muaj, a jetohet me 500 euro në muaj? Krye familjare, se na bëjnë kështu më, ne jetojmë mirë se kemi standarde rritje ekonomike, po normale më rritje ekonomike se ti nuk di lekun, ti nuk e njeh lekun. Ke 36 vjeç që s'fut dorën në xhep valla. Jo, më vura, ata veç me karta punojnë. Po as me karta valla, as me karta se kanë bodyguardët, shef rriti, i mbyllim ne të gjitha. Më thojti mua herën e fundit që ka dalë Sali Berisha dhe Edi Rama në pazar për me bo pazar me ditë se sa është kila domates. Kur? Një jetë i jetëve. Ta din ata taksistin. Se unë i gjoje, ti i gjonë, se ne lëvizim me taksi, blejmë një makaron, blejmë një sup, shkojmë atje, e marrim vesh hallin e ati punëtorit, thot s'na ka pagu pronari i siguracionet, vjen security, thot kam 3 muaj pa rroga, vjen një gazetar, thot pronari ka 6 muaj pa rroga. Ne i dim vlla. Se na i thonë se jemi personazhe publik. Rama ka vetëm servila, Berisha ka vetëm servila. Ke parti këta njerëzit fillojnë lehin sa bukur ngjoj pronari. Vetëm pronar kanë qenie dhe muret vlla. Ne çaj jemi këtu rreth jon, nuk kemi as qen as mur. Që të kemi pronar. E vërtet, po kjo që e tha Edi Rama në fjalimin e fundit që e kishte shpërndar, domethënë ti. Po punoj grupin që e tha më. Edi Rama për mua avokati mendon ndryshe nga unë. Se tot është duke i folur të vetëve, unë mendoj që ai e ka lapsus freudian, nga që është burracak, është ajo krimbi që tash, tani e ka zënë frika. Arta Dade, një zonjë shumë e nderuar e të majtës, sepse të majtët kanë nxjerr kokat të nderuara, pa çka se ky e degeneroi të majtën, a kupton, e ktheu në sekt. I kishte thënë një mesazh koduar. Edi, mësoje gjermanishën se do duhet. Dhe tani është kështu duke u bë ky skari vlla. Ke bërë ty skarin te mbreti Luan? Luani që vrau vllajën e vet Mufasën që mori hienat e gjitha në fund fare hëngrën hienat e veta. Këtë do të hanë hienat e veta, këtë do të hanë mafiozët e vet. Ky mendon se ka mafjen dhe ky ka kontroll. Ky harron që ka instanca më të mëdha botërore që kanë presion dhe mi mafjen. Që kanë mafjen dorë. Që kanë mafjen dorë. Edhe i thon o me ne, o me ata. Dhe ky zotria, nga ignoranca, nga idiocia, nga deliri, e ka kuptuar këtë dhe është të shfutur në kurth. Është aleat me një njeri që është kërkohet nga gjithë Europa për kriminal lufte, Netanyahu. Pa e që i bonu ja Gronshejaj në... Tashi, me të dalë Gronshejaj dhe Eral Kabri, për para, me të intimidu, që në rastet tjera ky nuk intimidoj as nga Sali Berisha kur i dilte para me arrogancë, tregon dobësinë e këtij.
Se Agron Shehe dhe Erald Kapri nuk janë, si të muna, figura të dhunshme në parlament. Që t'jenë të dhunshme, ose t'jenë intimidues. Janë zëra të cilët janë të fort, po që mbajnë një lloj etike. Nuk është i dhunshëm si Sali Berisha në artikulimin e vet. E kanë fjalorin pak më të butë. E kanë fjalorin më të butë. Kur u trem nga Erald Kapri edhe nga Agron Shehe, mund të trembet edhe nga Zengjineja me i dal nesër, mund të trembet edhe nga Neo Malcoria. A ti vetëm ti vesh afër aty, mos e prek Shqiponjën. A kupton, na flet ky për Shqiponjën. Ky na ka bërë Shqiponjën sorr. Na ka zvetnu fare. E pse po menon që i edhe psikologjikisht po ka frikë? Shikoj, ta them sinqerisht, është hera parë që e them këtë. Edhe taksirati jot më e marr, edhe ta kesh ti kontent. Unë do t'i futem studim vëlla, çka ka bëu ky deri në 4 vjeç. Dua ta di vëlla se ky që është kthyer demon është kthyer. Ky është demon që duhet t'i prerë koka. Po unë nuk besoj që ky ka ardhur demon këtë jetë vëlla. Se çdo fëmijë vjen si angjëll. Deri 4 vjeç ky ka pas trauma shumë të mëdha që ky urren familjen e vet, ky urren njerëzit, ky urren veten, ky urren të gjitha vëlla. Ky urren çdo gjë, ka me urrëtie. Edhe unë dua ta di se çfarë e ka çuar deri këtu këtë. Çfarë i kanë ndodhur në fëmijë, çka ka parë ky zotëria vëlla. Në fëmijërinë e vet që kanë bashur gjithë të urrëtia. E pse tha Gjergj Luca, tha kam na ka prunë është feje, çka tha diçka. Po tash edhe unë ti kisha 6 anije si Gjergj Luca dhe unë do ta mbroja Edi Ramën vëlla. Po pse ti kishim ne 6 anije për peshkarexha në tër Mesdheun, ne të shisim tër botën. S'do thoshë ti je feje Edi Rama? Do kishim bot tatuazh me Marksin, Leninin dhe Edi Ramën, a kupton? Edhe Stalinin, bashkë me Enver Hoxhën. Ta kishim bot në bark, na plasin neve. Një tatuazh është. Se mos ta bëj Luca. Emisionin e kaluar ke qenë me një ish ushtar të ushtrisë ligjore të Kosovës, po ti nuk je kundra UÇK-s, më kallzo gjithë atyre. Shikoja. Kush thot që unë jam kundër UÇK-s, është thjesht i mirë. Është thjesht i mirë. Nuk ka shqiptar që është kundër UÇK-s. A ka pas UÇK-ja njerëz të cilët nuk e kanë merituar edhe kanë përfituar, si çdo gjë tjetër në këtë botë. Edhe në Parajs të vesh vlla do gjesh ndonjë ëngjël që është infiltruar nga pajtona plus. Nga ferri. Por që asnjë lloj gjoje UÇK-ja është për te çdo emri. UÇK-ja është fryma e popullit, zotëri. Është revolta e popullit, nuk është individ. Kush do me individualizu UÇK-n ka probleme, le ta shikojnë tek ata. Është vërtet. Unë nuk mund të them do dilja në luftë tani se do bëheshim gjithë, unë do dilja në luftë. Por ta jap me jetë që po tisha në këtë moshë 99-ën, do kisha ardhur për të lënë neshtrat këtu valla. Do të gitje e molle për shpend. Shpend. E kuptoj sonte edhe një ish ushtar të ushtrisë ligjore të Kosovës, ai ka qenë snajperist, ka qenë më herët me Vilsunin me avokatin, nuk e di a ke punë. Po. Edhe ai e përkrau në parem protestën, por e ka një mendim pak më ndryshe. A e ftojmë? Po mendime ndryshe duan. Po. Me neve sonte mos sa smali e ftojmë me dartëgitjet më. Me nomo me sejla. Po, të gjerëzit. Bac. Mu i dëshmen. Dartëgitje e molle, bravo. Ullë shtirë. Shpend. Unë nuk po ullna, pa e dhonë një mesazh për krejt vllazën e Shqipni, për impulsit që për jabin këti adheu, pse më ka pa humba e shpresa, si nuk ka mo shqiptarët atë njonën Shqipëri, se e kem qujt nga Kosovarët. Njona jonë, njona ishte të i dhonë shpirt, unë e shëndrova pra në njonës time, të e pa në televizion, Shqipëria dhe njona jonë ka impuls. Prej sodit, jëmë përkrasi maj flakti tyne në protesta, Bravo. Se Shqipëria ka impuls. Të që në ta puthi duhen? Jo. Ta puthi duhen? Jem luftetar i vërtet. Ta puthi duhen? Jo, vallai, bac, ti rrofsh, shumë faleminderit, po... Ta puthi duhen, jem luftetar që i ku marrën nga Amerika. Amerika nuk është e vërtet që i dënë drogerasht njerëz të keqbersit e kumbit vetë. Amerika, kur u bo gjenocid në Shqiptari e në Kosovë, Amerika dha kontributin e vetë. Me he komunizmin në Shqipëri, me në poshtë e dha kontributin. I përmbysit gjitha ato, ja dha armët kosovarëve, ja dha mundësin me artilleria. Në animoj gjenocidit që bo, tha, shpall një luft, pa luft nuk fitohet, pa gjak nuk fitohet liria, se e keni shit. E vërtet. Ne shitën atëherë, qaj gjagjinve me gjithë shita gjagja si kanë metë ta. Shto kalësirat e Shqipërisë si në metë, nga komunizmi.
nanën tonë, a di kush e pështej Shqipërinë? Nana shqiptare. Lumt këta që i kanë ato nona, i lumi unë që i kemë ato nona. Ato janë sikur motrat heroina Gjermane, se 8 milion ushtarë i vronë Gjermanit. Femnat e ngretën e majtën Gjermanin. Edhe Shqipërinë e majtën nona tona. Se burra duke qu dulli me gota, me take, nuk e majtën, nuk i dashtën fëmijët e vetë. Po falë, aty në nona i përgëzoj shumë me shpirt i du, që aja nona jonë ka impuls. Kështu që mos asmojli për sotit, është maj flakti me gjithë shoke, me familje, kena me dhonë për kraje, në këto protesta, mos e këtë. Bravo, Musa! More më dole kontra. Pa këtë mesaj, për për sotit. Lethnijën krenar e keni mundësin me dhonë, së kur në luft, me dhonë mundësin e keni. Se kanë thonë pleshti, i këm dëgju gjithmonë, i këm hop vesh. Kanë thonë për armikun mushe me një pushkën, për vllanë tonë mushe me 2. Se na jem të kupun nga vetvetja, ta shë ka zërship e Amerikat në ndimoj. Se Amerika na heke armikun tonë. Po ta shë kem të leom nga vetvetja. Qysh është të kjo? Ku gudzoni dhe Roma me i qu djemë që i kanë priju që kes a i qojnë hoga dje. Këta jenë kesh besit që e bonë opën balkonin, që e tratun ka uzën tonë. Shkojnë e bonë vla vëshqishin. Qyrë gudzojnë e diroma si i bonë ka 10 centin, ose 20 centin e bonë vijat e gata, drogës, ty fruj drogë, e rinin, djemë matë mirë. A ju kujtojt në dhejtën ku na dynin këta prejania, u ketë e menun që e shleun Shqipërinë i adhanë armikut. Këta djemë që u rritën në gëbet. Këta jenë shpetimtar të adhët. Këta jenë shkujnë bë matë fort sot jenë ardhë, edhe mu ka rritë shpresa se liria po vjen nga sot, beson zotën nëja kanar, më vjen për me qajt t'i puthi durt, ty edhe aty në protestuar të mund tek një dorë. Bravo! Se shpresa kumi për shtria jo, në shpopli jo, në shtrejnia. E çka mendoni për gazetorin mund shkurtimisht para se me dol të shpendi, Milem Zeka ka thonë që edhe njerëz të Albinit pe ulleqin protestën. Albin Kurti, më falë unë ju menoni që unë jem pro Albini. Unë jem çdo një e që do në adhem tem. Albin Kurti ka dhënë prova. Qysh ka dhënë prova? Albin Kurti është një ndër djemë më të mirë që ka mbrojtë territor prej të Utës dhe Agronit. Ka mbrojtë territor. Unë kom thonë, por rri edhe me njerëz që e din mirë gjendjen. Albin Kurti ja u heki strukturat paralele në Mitrovic. Vërtet? Albin Kurti është shqiptar, t'lumt nashë e kena djelësh. Se o ka e mbron ka uzën tonë në Kosovë, nëse se mbron e ka uzën tonë, une, qysh më në me thonë, une pse jemi rështum të Albin Kurti, une isha luftetari i Kosharës, une isha i rështum edhe me Ibrahim Rëgovën, po dhe me Hashim Thoshin, isha i rështum edhe me Stramush Haradinit, po këta e tratun ka uzën, duko marrë me Edi Ramën, mas mrami, rezultati Edi Ramës është kur vjos Asmanin e tratoj. Me Grenelli, po Grenelli është një gejmen. Qështë për ti, Grenelli menuat me i prezentu pronat gjëja se Amerika për të me investu. Po së është të vërtet, Grenelli është një PDA i martum me sep. E ku pritit për ti, një e ka sep burën e ka sep. Ha, u këtën, e mallafakër. Dhe e problemi. Nuk pritit, Albin Kurti ka mbrojt drejtër. Albin Kurti është... A kina i mesazh për këtë protestë drejtuar me Albin Kurti? Po Albin Kurti du të më shku me përkra protestën. Se Albin Kurti është ka uzë dhe jona, se ka thonë do i bajshkoj trojet edhe po të thëmë. Shekulli i shqiptarëve është. Impuls në una Shqipëri ka impuls. Këta djemë më kanë gëjti pulsin. Mund keni përkra. Nësë është nevoja mushi pushkën me 2, edhe horra du të mi nga e shak si qena me të rëgu venin. Se këj ven, na kem gjak me dhonë për Amerikën, edhe për Izraelin, gjak jepi, familjen e jepi, krejt. Tokë nuk shesim se është toka jonë, shqiptare. Bravo. Nuk shejtën toka tona. Me 1000 vjetë jenë më numën e marë toka, nuk mujnë me në marë kokës toka tona. Bravo, bëtë. Për da s'kena tokë më shejtëna. Na kena me dhonë jetën për Amerikën. A le atë më të mirë të botë i ka shqiptarët. Na edhom jetën për juva Amerikanë, edhe për Izraelit. Se na kanë i mundit shtira. Po jo tokën me shejtë tokën tonë. Bravo, Bemus, bravo. Ajo arrujt ekstra për vllazërit tonë, për fëmijët tonë. Kështu që mburrëm me shpendin, je djali kumpletum, e ke për këndime, me familje, beson Zotin. Shumë nina kanë ardhur edhe për emisionin tonë, që përmes emisionit tonë i kum prezantu
vlerat e mia, luftëtarët Ta ma puna mu se meritanti. Luftëtarët vërtet, këto ka me bësh, se nona jonë ka nevojë për impuls. Do të ki ide. Çka më ndani? Ratë parë unë mendoj. programu Ratë proteste, parë më jam shumë i pregur që për fjalët që ta baca, edhe të falenderoj shumë, nuk e meritoj të mputhur dorën, po është vlerësim shumë i madh. Puthi dorën si ardhmëria jame. E dyta bac, faleminderit që na jep zemër që të vazhdojmë se luftat janë hibride, janë të ndryshme, ca me pushk, ca me tru, e gjitha me radhë, ne jemi te loja shahut akoma, e në radhë 3 duhet ta mbyll me një batut që ta ulan balla do na bëj prap marketing, mua aty dhe bacës tani, duke na quajtur fashista. A kupton, duke na quajtur fashista se kemi thënë për luftë. Po realisht bac ka ardhur luftë sepse këta janë zbatuesit kryesor të tezave të Vaso Çubrilovicit. Ti zhdukim shqiptarët, është në Akademinë e Shkencave të Serbisë dhe është motamo çapo ndodh me Shqipërinë, me Kosovën, është tezat e Çubrilovicit. Ti vrasim e ti zhdukim anti-amerikanizmi, ti zhdukim e ti bojmë. Shqiptarët nuk mund t'jenë kur se si anti-amerikan dhe anti-izraelit, sepse neve, jo vetëm që izraelitët është i vetmi vend ku SS-ët në krye, më thënë, kur ka pas shtetin në krye Xhafer Devan, SS-ët ishin treshtuar dhe izraelitët hebrejt kalonin para trupave SS për t'u dislokuar e për shkuar në Amerikë. Është i vetmi vend në botë që e ka bokët. E para. E dyta na kanë ndihmuar për Kosovën. Pra na e kanë kthyer nderin që u kemi bë, na kanë ndihmuar për Kosovën. Këto janë fakte historike që neve sido që ta kemi interpretimin për Izraelin apo për Bibi Netanyahu nuk e heqim dot. Por ta dini shumë mirë, atë pushtuesin e brendshëm që thoshë nuk kemi pushtues të jashtëm, janë tezat e Nikola Pashiq. Do paguajmë shqiptar për të vrarë shqiptar se s'do t'i vrasim me dorën tonë. E kanë arkiv. E gjen në Shqipëri, ta sjell që ta transmetosh edhe në emisione tjera. Pra, neve që na shajnë, na quajnë agent Iranit, agent Grekut, agent Serbit e gjitha me radhë. Të Mossadit. To janë thjesht marketing, o bac ti e ke dhënë vlerën tate, kur të dashur, kur ka thrit kombi, e ke marr snajperin, edhe e ke dalë në mal, edhe i ke marr jetën armikut duke rrezikuar jetën tënde. Jo Edi Rama të thoj ty, po në 500.000 si Edi Rama nuk të afrojnë te maja e Kpucës. Për burni. Tashi, se ti, unë kam pasur fatin e keq që të mbështesja Berishën. Ti ke fatin ndoshta të mirë të mbështesesh Albinin se ashtu gjykohet. A kupton, ashtu e gjykon ti. Unë nuk jam tagrin për të folur për politikat e brendshme të Albinit sepse nuk e njoh realitetin e Kosovës, e njoh me perceptim marr Sadrian, marr tezën, marr burrin e tezës. Të gjithë janë iracional, pra janë, si të shpendi dy, janë në perspektivën e tyre. Siç mund të flasësh mua për Edi Ramën, unë do ta nxit ty, se nuk e kam qef. Në qoftë se është kështu siç thua ti, që populli e ka kuptuar që ky është sovranist dhe do kombin, jetoft dhe rrnoft në 100 vjet tjera vetëm Kosova mos shitet. Unë kam problem, aq sa e njohun politike, me asociacionin e komunave serbe. Shtet paralel mrena shtetit, nuk duhet me leju bac. Nuk e lejojmë. Nuk duhet me leju protesta. O jo Albini, po shpendi me arnesër. Nuk e lejojmë. Që ti i puthe dorën sot me thonë asociacioni, duhet me mdal kundër bacë me mshty. Se kjo është vlla jot me dal nesër. Me thotë do ta heqim këtë se na duhet me i dal kundër. S'ka fjalë, pajtona, Shkojmë me një argument, kërkoj falje shpejt. Po. Shkojmë me një argument. Mu sot më thirrë një burr, tha mu s'ma jep mendimin tënd. Tha për çto pasaporta që ka janë shën serbe. Thasha beshesat pa ditën e një ju populli im. A ka gjë më të bukur në botë? Si u ka pru punën serbe, se që ta serb 70% që janë Serbi janë shqiptar ortodoks. Shqiptar, nuk ka pas serb, ka erdhën ata serb. Shqiptar ortodoks. Jon. Thash ja u ka pru punën serbe, më ardhë me monë shtëtsin kosovare, me mujtë këtë Serbin ishtë i marrë me monë shtëtsin kosovare. Thash domi ka qenë nga këta, Edi Rama nga këta komandonta, si disa njerëz, që e shetën e bun biznes Kosovën, ku shkun 900.000 shqiptarë e kanë marrë në shtëtsin serbe. Kur jonë sot komandon 300.000 njerëz i kishë sot i kanë pasaportat serb. Bojnë biznes. Ku i ke avukat e njerëz në për Kosovë si janë biznesmena që e kanë qondën gjithë ditë rrinë për Serbi, të i bo të i shrit pronat, të i marë pronat tona që i kim bleka 3 herë, jonë të i bo biznes. Kjo është domi ma si pja bojnë. Albin Kurti është për hetë po që ka mbronë suverenitetin. Une, ku të rështojna mas Albinit, unë e di kur Xharamushi, është hero i gjallë, po nuk është politikan i mirë. Ende, pse biznesi
Kjo është problemi madh. Biznesi nuk njet bornias, nuk e nje dhënas, nuk e nje familj. Fëmijën e vet. Prandaj unë këtyne ju në nështrona. Këta e një impulsi shqiptarëve. Ju i një nona junë, pa juve s'kem shtet, s'ka Kosova si shtet. S'ka shtet për Shqipni. Në përmes këtyne, në ka dhe shpresa mi e tu Ukrainë e Shqipërisë, edhe është, alo? Kosova Ukrainë e Shqipërisë, edhe? Pa, Shqipni s'ka shtet, s'ka jetë. Këtë shqiptarët kanë mu bashku në Balkan, ka më ndodhë, bashkimi kombëtar, ka më ndodhë. Së unë një gjë shqiptarë Amerikanët kanë me prunë regullën në qëtë venë. Se ne e hubim, se jena të këqi, për interesa, bëthër, pjerë sa jem. Po, është qesim për një copë buket qesim. Bravo. Pra ndaj unë e mordë, me morë pjesë me dhonë një mesazh. Me dhonë mesazh këtyne djemve, e këtyne motrave, vajzave, nonave tona që i kanë rritë të djemë. Krenorë, me bagazhën e tina, e kumpohen e kalume, vjen kese nuk din dikush se jonë njerëz si shitën ka laj. Pra ndaj e du me fanatizëm atë dhe në tim, atë dhe vemi janë populli. Që më vynë mu, gëuja thmija pa këtë popull, që më vynë, unë më skofsha, së më zjetosha. Pra ndaj mu më keni mas. Ko më orë, ati me hi, me nejt. Bravo, Dardëgit. Am njeri se kam një musafir shumë special, po për shkak të juve që, dhe më thonë ishit të porët, nuk e po të aqore pa ju thirë. A i ka posë edhe një ftesë, thamë edhe ma herët prej antiterrorit në Shqipëri. Po. A i ka pas i ftesë, po ftesa është shndruar nga pyetësor në hetuesi, ka vajtur në kolegium që avokati i bënte atyre. Pra avokati në orën e parë bën gjeologji, në orën e dytë i shpjegon teknikat, dhe në orën e tretë i thotë nxjerrni 2 fleçe para dhe t'ju mbaj tash çka keni kuptuar nga leksioni. Bravo, a e ftoj? Me neve sonë të Altin Guxha e ftoj me Dardëgitin. është antiterrorit tu? Faleminderit shumë, Pasha Zuti Guxha i kupton. Dardëgiti e mollë për Altin. Unë hiki nga antiterrorit dhe takoj luftetarët e UÇK-s. Dhe dua t'ju kujtoj një gjë shumë të rëndësishme për antiterrorin. Po. Në çdo regjim pushtues, ata që duan të luftojnë për liri konsiderohen terroristë. Po. Edhe UÇK-ja është konsideruar terroriste. Jam i lumtur të quhem terrorist nga një regjim që kërkon të zbrasë Shqipërinë nga shqiptarët, të sjellë kolonët nga Izraeli dhe sklerërit e tyre nga India dhe Filipinet. Ne jemi të gjithë sot të frymëzuar nga UÇK-ja vitit 1999, të gatshëm për të luftuar për Shqipërinë, sepse në këtë moment vendoset fati jon jetik. Bravo. Një pyetje, një ndërhyrje. Pa problem. Ne jemi të, si thua, jemi të adhuruar pas UÇK-s, po sipas mendimit tim, kjo revolt i përket revoltës 1981-shit, ku për një bubuzhel, si thoni një insekt, në supën e një studentit, vetëm për dinjitetin po na helmojnë edhe te buka dhe neve po na helmojnë vëlla. Po na helmojnë ushqim, po na helmojnë ujë, po na helmojnë kudo. Është vërtet. Pra, historia ciklike, siç ndodhen ata vëllezërit dhe motrat tanë në 1981-shin në mencën e universitetit në Prishtinë, duke ja plasur revoltës, nuk na helmon do Slobodan Miloševići me Titot me gjitha, ashtu po themi edhe ne pjella e Slobodan Miloševićit dhe Vučićit, që është Edi Rama dhe gjithë klasa politike shqiptare, po pjella e tyre mo ta mo, domethënë është agenti tyre më i mirë, domethënë është teza Çubrilovićit. Këta janë doracët. Këta janë doracët që përvrasin popullin. Dhe me që jemi ke helmimi, po ja jap kështu publike. Unë do pi këtë pije, që është lëng frutash origjinal, është shqiptare apo jo? Po. Dardëgiti për. Është nga më të mirat, por ju kujtoj që në Shqipërinë e helmohemi për ditë me një projekt. Ne helmohemi në ushqimin ton mbi një eksperiment që është filluar të zbatohet në Shqipërinë 2021-shit, ku është konstruuar popullata shqiptare si popullat eksperimentale për të parë se çfarë efekte ka, mungesa totale sigurisë ushqimore. Në mungesë totale të dhënave publike, por krejtësisht sekrete. Këtë kemi zbuluar para 4 muaj që kemi denoncuar dhe të nesërmen Edi Rama kanë tërhequr dokumentat e falsifikuara në Bashkimin Evropian, sepse ishte një projekt që bëhej bashkë me disa ekspert BE-s që kishin falsifikuar formularin e integrimit të Shqipërisë, dhe Rama u detyrua të dilte mas 2 ditë dhe thoshte kemi bërë një kërkesë në BE që të na pranojnë pasigurinë ushqimore. Për herë të parë u mor vesh mas 5 vjetësh. Pyetja është kush na helmonte? Ushqime që vinin nga Serbia. Ushqime që vinin nga vendet panjora
Dhe shteti shqiptar ka vrarë të gjithë strukturën e kontrollit ushqimor. E ka thonë dhe shpendin emision por, thot milli që i bën djem. Dhe shpresoj të vijë kjo ditë që të pim pijet e Kosovës në Shqipni dhe pijet e Shqipnisë në Kosovë. Do të viti e mo. Po? Është një cet vogël. A e shef në çfarë niveli kanë po popullin ton udhëhesat kalbën, njerëz më tradhtar të kumbit me udhëhesh një popull kur ka qenë djepi civilizimit botnor. Shqiptarët janë djepi civilizimit botnor. Ka ardhur koha tjera shtete me shku në Mars me jetu në hala elementare duke kena të lutu a mos po helmuhem apo po shdukem 10-20% u bon gay men, u bon Shqipnia Kosova. Ku dojnë e më shku për para kështu? Do më hona ka lagullë nga dashuria, nga me pos mundësis... Ata donë, ta kalojnë Marsin, ne do me që me kalu dy Qysh presim na, bravo. Nuk ka gjë më të Besoj, poshtë. kjo të merë për neve. Nuk ka gjë më kriminali ndaj popullit tonë dhe prandaj na kanë përçarë, sepse Shqipëria dhe Kosova janë të përçara. Janë të përçara për shumë vjetësh. Unë dua të hap televizorin të marr vesh çfarë ndodh në Kosovë, nuk kam ku e hap. O avokat, ne shikojmë, e kemi tek paketa këtyre televizioneve që pagojmë një hale me lek. Unë nuk gjej dot RTK-n edhe gjej Mega e Greqisë. A kupton tash mo gjej RTK-n e gjitha XY se do tani me i bë reklam për televizionin e Kosovës. Janë përpjek na përçajnë sepse vetëm përçar mund na sundojnë. Nuk është puna që ca njerëz poshtër po na shfrytëzojnë dhe po vjedhin, sepse në Tiranë mediat e Sorosit dhe të pushtetit edhe të opozitës kanë ndërtuar gjithmonë narrativën që ca maskraj po na vjedhin. Unë do të kujtoj vetëm një fjali që kam thënë nga e kaluar dhe s'do të përsëris asgjë nga e kaluar, që Vaso Çubridović përcaktonte si model shpopullimi të Ballkanit nga shqiptarët që të armatosnin banda serbe me kriminal serb, por të mos i paguanin. Parat fitimin do ta merrin duke grabitur shqiptarët që do përzenin. Qeveria jon nuk është aty si qeveria e Dute. Qeveria në ty është si qeveria armike, kjo klasë politike është si një klasë armike, kuislinge, e cila paguhet nëpërmjet korrupsionit, por jo se qëllim korrupsioni. Dhe unë do të sot sa lajme si avokat, shumë të rënda për Shqipërinë, vetëm dje në parlament po përgatiten projekt ligje të cilat u hodhën për konsultim publik se si do të bëhet taksimi i ri i pronave në Shqipëri, i kombinuar me një ligj tjetër, që ai është bërë konsultimi në heshtjet plot gjatë kohës që nishin protestë, pra ndërkohë që ne bërtisnim, ata po bënin planet për të zbrasur Shqipërinë nga shqiptarët dhe për të grabitur çdo tokë, ta dëgjosh mirë çdo shqiptar i Kosovës që të ketë frikë dhe ai për nesërmen që mund t'i vi. Kanë bërë një ligj që çdo tokë bujqësore në Shqipëri nuk do ta kenë më shqiptarët. Nuk do ta kenë më. Sepse kanë kombinuar dy ligje, dy drafte, që janë duke çuar, njërin e kanë çuar parlamentin, tjetrin po e bëjnë gati për ta çuar, janë publike, mund t'i gjej kush të doj, sapo ka dalë dje lajmi që 100.000 hektar tokë bujqësore që janë të shtetit dhe të gjitha sipërfaqet e tokës bujqësore që ka qytetari shqiptar nuk mund t'i mbajnë më. Me barrën e re fiskale të taksimit të tokës bujqësore, me avantazhin për ta shitur këtë tokë bujqësore, me shtrëngimin për ta shitur në qoftë se ata nuk arrin dot normën e prodhimit, kur shumica e tyre janë jashtë shtetit në emigracion, çdo tokë do të jepet për kolonët izraelit në Shqipëri. Do t'ju shpjegoj pak pse kolonët izraelit. Kam studiuar me vëmendje që prej vitit 2024 në muajin shtator, kur ata donin të ndërtonin shtetin Bektashin në Shqipëri, që ishte një projekt i agjenturave izraelite dhe pazareve të ndyra të Ramës në Shqipëri, i cili është një shabat gojë me tyre, një klysh i Sorosit. Ata kanë bërë një ligj tashmë që të gjitha tokat bujqësore që janë në Shqipëri ka një vlerë të ulët financiare, por në qoftë se ata nuk arrin një prodhim të caktuar në ato toka, do të taksohen rënd. Dhe vetëm rrugë që shpëtojnë është t'ia shesin izraelitëve, po pse izraelitëve dhe jo gjermanëve, jo francezëve, jo italianëve, se ata kanë shkruar të huajt. Sepse sasia e tokës bujqësore për secilin është e vogël. Dhe asnjë industri e huaj nuk ka interes që të marri kaq pak tokë se s'ka ç'i bën. Që ti blesh të gjitha tokat, ty të duhet një sipërmarrje jashtëzakonshme vështirësie avokatësh, strukturash dhe mbi të gjitha, asnjë korporat e huaj nuk blen tokë pa letra të sigurta. Ndërkohë që të gjitha letrat e qytetarëve shqiptar janë kthyer me ngërçe, me cene. Dhe
të vetmit që po i blejnë, janë disa agent, tregtar, të cilët thonë nuk ka probleme ke me letra pa letra. Na lekët, më jep tokën si premtim dhe kur të rregullohet ligji, toka është e imja. Mbyllë vullet, por ti ke marrë lekët, ti s'ke më atë tokë. Dhe 100.000 hektar tokë bujqësore që do t'jepen me nga 2 hektar maksimumi për person, kjo është sekreti, dhe çdo tokë bujqësore që është e vogël, të vetmit njerëz të interesuar në planetin tokë për t'i blerë, janë vetëm kolonët izraelit. Pse? Si janë të vetmit që kanë një ekonomi bujqësore, ndryshe nga gjithë bota, që quhet kooperativ. Pra, unë kam në shtëpi thot ai 10 fëmijë, se kështu i bëhet ata nga 10. Çdo fëmijë nga 2 hektar. Por ne nuk e mbajmë dot këtë tokë kështu. Ne duhet bëjmë grup, duhet bëjmë 30-40 familje. Atëherë u blej gjithë toka bujqësore dhe u ndërtua rrjeta me tela me gjëmba. Kjo është bërë në ligj i shkruar e zeza në të bardhë, që do të blihet deri në 2 hektar tokë apo tokat nga strat e fshatarëve. Nuk ekziston asnjë blerë si huaj në botë të interesuar për këtë gjë. Por ekziston një masë e tërë interesuar që është konkretizuar me një marrëveshje me Ministrinë e Bujqësisë së Shqipërisë, me Edi Ramën, me Ministrinë e Bujqësisë së Izraelit, që do quhet asistenca teknike bujqësore në Shqipëri. Dhe e treta që është akoma dhe më e rëndë, me ligjin e investitorëve strategjik, që këta kanë bërë, këta kanë vendosur një gjë që është e padëgjuar ndonjëherë në një vend demokratik. Në qoftë se ti ke një tokë o shpend, dhe ti ke një tokë, dhe unë dua që t'ja u marrë këtë tokë, t'ja u blej dhe ju s'jeni dakord, atëherë unë marr në telefon qeverin dhe ja u merr me një çmim fare të ulët për shkak se unë jam investitor strategjik dhe ai ta shpronson me një çmim fare të rëndomt. Tani, më thoni ju mua që jeni shqiptar Kosovës, çfarë ju kujton kjo 100 vjet? A nuk ju kujton kolonizimi serb? Po çfarë bët ju përballë kolonizimit serb? Morët armë dhe luftuat. Këtë po bëjmë dhe ne. Nuk të kemi nevojë. Se s'kemi të luftojmë. Se janë vëllezërit tanë policët, janë vëllezërit tanë të gjithë gardistët. Janë të gjithë fëmijët e tyre, familjarët e tyre në protestë. Shikoni, hajde intervistoni. Kur të dalin nga puna, pritini kur heqin veshjen dhe pyetini, po familjarët e tu ku janë? Po vinë nga protesta. Më parë shkon polici në shtëpi se ata që marshojnë në rrugë, që janë fëmijët e tyre. Rama me këtë e bëj këtë punë. Nuk ka ushtri izraelite në Shqipëri. Nuk ka me këtë bën, ai është vetëm, ne do ta rrethojmë dhe në 2 korrik, nëse ai nuk është dorëzuar, ai do të ketë fundin e Kadafit. Se ja ka dhënë dot me 2 korrik? 2 korrik. Është dita kur shqiptarët bën gabimin e madh historik në 1990 dhe bën gjën më të rëndësishme historike në Kosovë, shpallën Republikën e Kosovës. Dhe sigurimi i shtetit të Shqipëri prodhoi 2 korrikun në ambasada për të shkatëruar shpallën e pavarësisë Kosovës. Dhe çfarë bën shqiptarët? Duke jetuar në parajsën më të bukur të botës, që kishte kthyer në ferr komunizmi, kujtuan se duke hikur në ambasada, do gjenin parajsën. Dhe kjo prodhoi popullin refugjat shqiptar, një popull ndacak në gjithë kuptimet e fjalës. Ndërkohë që ne kemi vendin më të bukur në planet, më të mirin në botë. Nuk ekziston asnjë vend si Shqipëria, po nuk e di njerëz, nuk jam mësoj shkollë. I mashtrojnë në shkolla, i gënjejnë në shkolla. Në të vërtetë nuk ekziston një vend që Kosovë dhe Shqipëri dhe Ilirit dhe pjesa e Ulqinit dhe pjesa e Çamërisë të jetë kaq perfekte dhe kaq e bukur, ka shpjeguar Fajkoni. Nuk ekziston poshtë në tokë e mbi tokë, me klimën dhe pozion, dhe sidomos me një memorie historike arkeologjike dhe një pozion super geopolitik. Bravo. Agent, shkurtimisht para se më do. Dhe një fjalë të fundit, se kjo është ajo për mua më e rëndësishme. Na kuptoni. Po i luajmë me jetën tonë, dhe këto ditë vendoset fati jonë. Skenari i Vučićit, që bëri me studentët serbë, është skenari që do të bëjë Rama me ne. Arsyeja pse ne do luftojmë 2 korrik, ju do ta kuptoni këtë gjë. Është se ne nuk duam bim në kurthin e Vučićit që po zbaton Rama, siç na bëri kurthin e Çubillovićit. Dhe në 2 korrik 1990, shqiptarët deshën të gjejnë parajsë duke u larguar nga vendi vet. Në 2 korrik 2026, shqiptarët do të shkojnë tek ambasada e armikut, të nxjerrin armiku për te, që është kryeministria, parlamenti, presidenca, komisioni qendror i zgjedhjeve. Nderuar, çka thanë antiterrori se me të mbosh. A shpjegon ai pak pika shkurtë. Në fillim u duk si po i merja unë pyetje ata mua, sepse i thash ç'po keni ju këtu, se ti se ke punë këtu e ke në Librazh, ti thash ti duhet shkosh në Elbasan, sepse kishin sjell njerëz nga rrethet, nga që nuk e pranonte ta bënte Tirana, nuk e di pse s'pranoi Tirana të pyeste, do ketë refuzuar personi, a do ketë pas frikë, nuk e di.
Po si që është kur shkojnë policit, gjithmonë duhet sikur i marrin pyetje ose kur marrin pyetje. Dhe ata më pyetën që ti ke thënë për dy korrikun, që Rama do eliminohet. Unë kisha thënë, o dorë Zot, eliminohet. Unë jam i bindur për këtë gjë. Dhe unë i shpjegova atyre një gjeopolitikë shkurtër që di shpendi një faqe deponim çfarë po ndodh me Shqipërinë, me pushtimin izraelit. Që nuk e ka fajin Izraelit, ta them me sinqeritet. Është familja Soros, siç e bëri Rothschildi, krijoi Izraelin në 48-ën, familja Soros po krijon Izraelin e rit shoqërisë së hapur në Shqipëri me ata që s'duan të jetojnë me Izrael. Sepse ti e di që ka rreth 1 milion refugjat Izraeli që s'duan të jetojnë me aty për shkak të gjendjes që kanë atje. Dhe i thash, pjesën e dytë, se ata më pyetën, po si do eliminohet Rama? Dhe unë ja thash, Rama do eliminohet në shumë forma. Në qoftë se ai nuk tërhiqet, në qoftë se nuk arratiset, se ai burg nuk bën, i thash. Ato nuk e lënë të shkojnë burg, e vrasin para se shkojnë burg. Dhe ai ka vetëm shpëtim të arratiset në Izrael, se s'ka ku të fshihet tjetër. Nuk ka ku të shkojë tjetër përveç Izraelit. Dhe i tregova që në qoftë se ai nuk arratiset, do ta vrasin të vetët. Cilët janë të vetët? Mafia e kokainës që lëviz në gjithë botën, ka dhënë e ka marrë me Rama. Dhe ndodhin dy fenomene paralele. Fenomeni është që Rama u ka dhënë premtime, por premtimet kushtojnë para. Çdo të premtimet kushtojnë para. Kur Rama thot në Zvërnec do të marr tokën tënde, që e ke me letra të falsifikuara, apo me letra të rrëmbyera, apo me pengje se i ke marrë ti, dhe ti ke të sigurtë se do punoj me kushte në Ivankën, personi fjalë do merret me 3-4 grupe mafioze të tjera për paratë e investimit. Po në moment që digjet ky projekt, siç do digjet këto ditë, për shkak të zharat kushte dhe Ivankës që kanë për të tërhequr, se s'kan ku të shkojnë, për shkak se SPAK-u me si thosh influencën të Amerikës, po e njollos atë projekt pak nga pak çdo ditë krim, paraj pisët, pislëk, kokainë, dhe kjo është procedura që ti thot familjes kushte largohuni që shpëtojnë familjen Trump. Në këtë moment, këta njerëz që kanë hyrë në pazare me mafjet botërore janë të detyruar të eliminojnë Edi Ramën. Sepse kështu funksionon mafia, këto janë ritualet. Është grupi tjetër që Rama u ka dhënë lekët ja menaxhojnë. Më fal, po të eliminohet Rama, ato do marrin lekët për vete. Këto kështu funksionon mafia në gjithë botën. Këto janë ritualet e mafjes. Dhe kjo është qeveri që ta kam thënë herën e kaluar, karteli më i madh i kokainës në botë. Kjo nuk është qeveri, ky është kartel. Pse është kartel? Në qoftë se në Zvicër, ari përcakton vlerën e frankës zvicerane. Në qoftë se në Amerikë, naftë përcakton vlerën e dollarit, që quhet ndryshe edhe petrodollar. Në Shqipëri, kundër vlera e paras tonë është kokaina. Sepse vetëm gjë që ne prodhojmë është kokaina. Sepse këta kanë shkatruar ekonominë shqiptare, në popull që vetëm konsumojnë dhe s'prodhojnë asgjë. Dhe në thelb e gjitha kjo histori, me gjithë ndërtimet pafundme që ndodhin në Tiranë, edhe në Shqipëri, ka të bëjë vetëm me paratë që pastron të kokainës. Dhe në këtë kuptim, Rama e ka ndërtuar vetë kurthin e tij. Që ata po tu preket, siç po ndërkohet, po rrethohet Rama nga gjitha anët. Ata o do ta azisojnë Rama për të hequr një pengesë, që është njeriu që u ka dhënë paratë që t'ia menaxhojnë, ose janë detyruar ta heqin qafe, sepse bandat kriminale, grupet mafioze, kështu funksionojnë në botë kur u prishet një pazar. E dyta që mund ta eliminojë Ramën janë shërbimet inteligjente. Shërbimet inteligjente kanë përballë njeriu që shkatroi gjithë gjeopolitikën e rajonit. Pse ka shkatruar Rama gjithë gjeopolitikën e rajonit? Këtë kam shpjeguar antiterrorit, janë fjalë që kam thënë atje. Ka shkatruar gjeopolitikën e Shqipërisë sepse ka shkatruar portin e Durrësit, që është vlera kryesore edhe bon stillit. Pa port Durrësi nuk ka bon still. 3 orë, ja ka thënë Dio Guardi, miku tim në vitin 2000, që do bëhet një rrugë 3 orë. Ky qeshi shoku im. Nuk ka vlerë bon stilli tha, pa 3 orë larg portit të Durrësit. E dyta, ka shkatruar bazat ushtarake dhe ja ka kaluar pashalimanin Izraelit, kompanisë Kajo, të Ron Xhefet, që ka shkuar me 600.000 lekë vjetra, kompani që ka marrë gjithë asetet e investuara nga Turqia në kuadër të NATO-s për llogaritë Amerikës në Shqipëri. Pra ka krijuar një bazë ushtarake izraelite në Pashaliman. E dyta, në Sazan, 1/3 e ishullit, do të jetë një bazë ushtarake e fshehur në një stacion meteorologjik izraelit. Ka shkatëruar gjithë gjeopolitikën e Mesdheut. Edi Rama po shkatëron infrastrukturën, gjeopolitikën e rajonit dhe është bërë një problem për Gjermaninë, për Amerikën, për Turqinë, duke futur situata të reja të panjohura dhe ky njeri është bërë problem për të gjithë botën. E treta që është më e rëndësishme, ne shqiptarët nuk është se kemi ne zgjidhje. Nëse ne nuk kërkojmë tash Ramën, asnjë shqiptar nuk ka vend në Shqipëri. Dhe ne kemi nevojë edhe për solidaritetin e shqiptarëve të Kosovës, nuk po kërkojmë ushtar, jemi vetë ushtar. Nuk kemi nevojë për ushtar me armë dorë, kemi nevojë për ushtar me zemër që të përballemi me këtë regjim dhe i ftoj të gjithë që në 2 korrik të jenë në Tiranë. Çdo shqiptar që
i kanë në 7 prill. Po, shpen? Atëre për ta plotsu paka, që neve diskutojmë çdo javë te tru podcasti, po krijohet ngushtica e Otrantos, Salento me Zvërnecin. Kjo tregon një predominancë izraelite në mesdhe, duke kufizuar Adriatikun, daljen në Danub që shkohet në Europën qendrore, detin e Egjejon dhe Mesdheun. Pra, kush e ka interesin nga vendet e Europës të ketë një predominancë, të krijohet një ngushticë e dytë Hormuzi brenda Europës, duke faktorizuar një shtet vetëm se ka predominancë të korridoreve detare. Asnjë. Asnjë nuk e do. Kështu që prandaj po vlon bota. Prandaj jam shumë dakord me ato që ta avokati, se avokati e ka gjeologjin i bie nga Stërgjysha Kinës, unë flas me moll. Pra, në qoftë se ai korridori 78 km i Otrantos futet në dorën e Izraelit, është cënimi i sigurisë kombëtare ndërkombëtare europiane. Për mendimin tim. Dhe besoj se çdo kush që merr pak herë nga ajo punë. Më fal, t'ja plotësoj pak shpendit. Sot sapo tha Arta Dade, ish ministri i jashtëm. Që e njeh mirë, i tha mëso gjermanisht, i tha Rama. Pse gjermanisht? Ka prishur gjeopolitikën. Po ç'është gjeopolitika? Është historia e luftës parë botërore, ajo vazhdon. Kroaci, Kosovë, Shqipëri. Lufta parë botërore, apo jo? Perëndimit austro-hungareze. Franca, Serbi, Greqi, apo jo? Lufta e parë botërore. Po kjo është historia gjeopolitike. Gjithmonë aty ku ish. Bravo, Dr. Shkurtimisht, mos nëse kemi thonë diçka se kemi në linjë një musafer shumë special, po përdorën simbolit të ushtrisë lirimtare të Kosovës në protesti kemi po, edhe ai ka dalë me një deklaratë publike, është kryetari i OVL-s UÇK-s Hysni Gucati, e ne sonte kemi ftuar nëpërmjet Skype sepse është pak i smurë dhe nuk ka pas mundësi me qenë prezant fizikisht. Shkuara zotëris. Të shkuara dhe e nderojmë një herë para se të përplasemi, e nderojmë me respektin më të madh si një luftëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ne në Shqipëri nuk e di se keni në Kosovë, po ne kur takojmë një ushtar lirimtar të Kosovës, e adhurojmë kur e shohim. Bravo, Dr. Me neve sonte, si thashë në prezantim, është kryetari i OVL UÇK-s Hysni Gucati. Mirëmbrëma, mirë se erdhe, faleminderit shumë që u lajmërove. Mirëmbrëma, Sadri, përshëndes ty dhe musafirët aty që jeni në studio. Përshëndesim dhe ne i nderuar. Prezant sonte me juve. Arsyeja është se unë më shëndet duke mirë, bile kisha tas me shku me marrë një infuzion, po rritë trunin në normale dhe nuk shkova. Shumë se respekt për musafirët. Faleminderit shumë, Dr. Janë Parisit. Respekt për gjithë musafirët ato si ki edhe musafirët tjerë që gjindën ato të në emisioni ju. Po, sonte musafirë kem Altin Guxhaj, është avokat në Shqipëri që janë edhe protestues fakt, është Shpend Gashi, është pedagog edhe është protestues në Shqipëri edhe është snajperisti i Kosharës Musa Smoli, është bashkëluftari yti. Po, Musa Smoli në një mirë, që në babën në mosë Kosharë, nëse Smoli në një. Musa Smoli në një, e kem shok, e kem bashkëluftari. E një mirë, në taku me të në Kosharë, vjeti shumë në përvjeturin, me në maj, isha në Kosharë atje dhe në taku me Musa Smoli. E një Musa Smoli mirë. Përshëndetje, komandant, respekt. Përshëndetje mira, Musa Smoli, respekt për ty. Faleminderit shumë. Komandant, ishme duke fol për protestën edhe kemi por që atje po përdorën simbolet të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në fakt, ju keni dhënë një deklaratë publike, po çka mendoni ju? A do të më leju më përdor simbolet të UÇK-s? Po arra që adre unë kam thonë dhe kam qenë në deklaratë para disa dite, simbolet të ushtrisë lirimtare të Kosovës nuk është mirë përdorën. Po mungesa e ligjit në Kosovë, e ligjit për vlerat të lutës të ushtrisë lirimtare të Kosovës e ka më të ashtat vetën. Ato simbolet s'kema UÇK-s, UÇK-s nuk është mirë përdorë në protesta të ndryshme. Unë nuk po them se e kena privatizuar UÇK është në kombet shqiptarë ose gjithë shqiptarëve, si komb edhe si qytetarë. Po simbolet tona nuk duhet përdorën asnjë protestë për përfitime të ndryshme partitë politike kush tenton përfitoj. Po mungesa e ligjit në Kosovë që thashë më herët për vlerat të luftës, se ligji 2018-19 9 herë ka dalë parlamentin në Kosovë dhe ka dështuar. Po të ishte ligje për vlerat e luftës, unë po them sinqerisht, nga ky vend ku jam, do të kisha bërë pati për ata njerëz që të përdorin flamurin e UÇK-s në për protestat e ndryshme apo sistemën e UÇK-s që nuk kanë të drejtë. Flamuri dhe sistemi i UÇK-s ka vënë në për arkivat të shtetit, në për muzeet të ndryshme të shtetit, në për memorialet të veteranëve të invalidat, veteranëve vërejzat, e ka vënë në ju në protesta ku mendojnë qytetarët me protestu për interesat vetë apo për ndaj kauzë. Unë në protestën në Shqipëri nuk e di çfarë kauzë ka, nuk e di për çka është, nuk e di mbrapa pasojnë kush qëndron, ka shumë thashë thonë, unë atje në Shqipëri isha në vërtet, po në protestë nuk isha dhe
vjen keq pse nuk ka kauza e protestë, pse nuk di pse po protestoj, kështu që nuk është mirë mu përdorë sistemi e ushtrisë së dorë të Kosovës në asnjë protestë ku bëjmë pjesë partitë politike apo pjesë të subjektet pavarësisht ndaj shoqëri ndryshme, organizata ndryshme, shoqëri civile, nuk është mirë me përdorë flamurin në sistemin e ushtrisë së dorë të Kosovës. Unë thash, UÇK-ja është e kumbit shqiptar, është e gjetur pa dallim, po jo për na përdorë flamurin tonë, sistemin tonë, kur thonë tonë e kam përgjegjësi për këtë kumbit shqiptar. Se Shqipëria ka bërë ushtar dhe ka të shmur në territorin e Kosovës, se ka ndonë jetën e dini mësa smolje të misën koshore kemi pas qytetarë nga Shqipëria që kanë njëftu për Kosovë, kemi pas emra në territor të Kosovës, kështu që flamuri është i gjithë, po ju më përdorë në për protestat të ndryshme. Po, avokata ki diçka? Po. Pyetja që kam unë për zotrinë është, kur ai nuk e ka idenë për çfarë bëhet protesta, si mund të jetë kundër përdorimit të një simboli që na bashkon ne si shqiptar, në një protestë që në këndvështrimin tonë është protesta më sovraniste, që ka pa historia e Shqipërisë 36 vjet, ku janë bashkuar gjithë shqiptarët pavarësisht gjyrave, partive, dhe thuash që mos e përdor. Me fjalë, a e di zotria për çfarë bëhet protesta? Si mund të thuash mos e përdor? Po të kisha ligjin për vlerat luftës në Kosovë, te flamuri nuk është guxor me përdor sistemin e UÇK-s në protestë. Po ju lutni zot që si s'ka ligj në Kosovë për vlerat luftës ende, unë po ta them këtu, te flamuri në UÇK-s asnjë nuk guxon ta përdorin protesta. Po mos e s'ka ligj për vlerat luftës, në mungon ligji që 26 vite flamuri në ushtrisë së dorë të Kosovës asnjë vend botë nuk përdor flamurin e luftës. Ka dhënë mundin cilën shtet në botë përdor flamuri i një lufte, i një ushtrie. Nëse ki fakte të rëgama. Atëre, t'ju bëj një pyetje. T'ju bëj një pyetje. Mu vjen keq si thu ti. T'ju bëj një pyetje. Ushtria si dorë Kosovës e kumbit shqiptar. Me që për me shiru Kosovën nga ardhi teknike paramilitare. I nderuar, me që ju nuk e dini. Më përdor flamurin në protesta në I nderuar, e thatë 100 herë, më lejni t'ju bëj një pyetje. Me që ju nuk e dini, sepse po përdoret ai flamur atje, kam një pyetje për ju. Nëse vitin 2030, një qeveri që merr gjithë pushtetet në Kosovë, merr gjykatat, merr bashkitë, komunat si quhen ju, merr gjithë sistemi komplet. Dhe të gjitha tokat bujqësore të shqiptarëve të Kosovës ja kalon një fuqi të huaj, apo shtetasve të huaj, të një serbëve, për shembull ose izraelitëve në këtë rast. Dhe të gjithë pronat, të gjithë gjërat çojnë drejt largimit të shqiptarëve të Kosovës nga Kosova. Dhe në një moment caktuar shqiptarët e Kosovës e kuptojnë që s'kan asnjë alternativë përveç se të largohen nga vendi i tyre. A do kishin të ta përdorin flamurin shqiptar të Kosovës për protestuar? Një privatizimi në shtetet demokratike që mund ndodhin. E dëgjove pyetjen. A e dëgjove pyetjen? S'ke dëgjuar pyetjen? Në qoftë se do largohet çdo shqiptar nga fshati. Në qoftë do largohet çdo shqiptar nga qyteti, siç po ndodh në Shqipëri këtë moment. A do kishin të drejtë protestojnë flamurin shqiptar të Kosovës? Po ose jo? Vetëm pak, na nuk kemi nevojë të ngrisim zërin, se i maskuar shqiptar. Po të pyes zotrin, më përgjigj. Në qoftë se, më thuaj, në qoftë se po ose në qoftë se jo. Më thuaj, po ose jo. Po më rkohet vetë manim shotin ta marr me investuar, njëri ka investuar manim. Ore po të bëj pyetje tjetër o zotri, po nuk po them ai po investon, po bëra pyetje tjetër. Në qoftë se do të largoheshin. Pyetja kohët të drejtë, m'fal. Nuk thash investim, nuk më dëgjove, të thash tjetër pyetje. Të thash, në qoftë do detyroheshin shqiptarët e Kosovës të largoheshin nga fshati, se tokat e tyre do t'i blenin me detyrim të tjerët. Dhe në qytet pjesë do kishte. Po. Jo me detyrim ku ka në Shqipëri vlla, në Shqipëri. Po s'ke informacion pra. Ti pa informacion. Ti nuk ke informacion. Nuk e di kush informon nga Tirana, nuk e di shef Topçena apo shef Planin, por sa po kanë shkaluar 2 ligje tashmë. 2 projekt ligje në parlament. Për të përzënë gjithë shqiptarët nga fshati. Për të përzënë gjithë. Urdhë? Jepi. Unë kam lexuar për portalet ndryshme, presidenti i Iranit e mbështet protestën e Tiranës. Është mirë për juve kjo. Po s'më rruhet fare, nuk më ndjen fare për zotri. Unë po të bëj pyetje ty. Në qoftë se do largohesh çdo shqiptar nga Shqipëria, ka të drejtë ta përdorësh flamurin e shqiptar të Kosovës. Po lemër portal, po të bëj pyetje ty. Në qoftë se thuaj, në qoftë se po ose jo. Komandant, a baj, po, komandant, ky po ta bën pyetjen Alten Goxhaj, avokati nderuar po ta bën pyetjen. Nëse do të ndodhe njëjta në Kosovë në 2030, për shembull, shiten prunat e kështu, dhe bëhet protestë dhe përdoren flamurat e UÇK-s, ai kishte lejuti. Po apo jo? Për zotin do të kundër. A dishte kështu? Pra ti je me pushtuesin.
Pse e drodhe, valla? Ka të marrë Rama në telefon ty? Pse e ke drejtë, valla? Ti ke luftu për këtë vend. Ti ke derdhur gjashtë për këtë vend. Pse s'kemi drejtë për këtë vendin tonë? Pse s'kemi drejtë të luftojmë për Shqipërinë? Po, Shpend? Në një debat, Po, a bën edhe një pyetje për Shpend Goshit, po? duhet bëj një prolog njëherë, pastaj të bëj pyetje komandantit. Në një debat në një televizion Shqipëri ku unë kam pasur kontratë në fillimet e mia, më del një zonjë shumë e nderuar nga minoritetet në Kosovë. Edhe më thot tani, shikoj se UÇK-ja, jo po Shqipëria dhe Kosova janë dy kombe të ndryshme, se ka filluar dhe kombi kosovarën. Një sekond, se s'është Po Necmettin Spahiu ka dhe pacient tjerë si Necmettin Spahiu, a kupton? Nuk është se këtu është më mirë se sa te neve. Pacient ka spital jeni dhe juve. Po, cila është pyetja, Shpend? Po. Edhe në një moment, komandant, fal vlla, një sekond. Në një moment i thash, po më detyron që të them që me qenë se ne që kemi kombet ndryshme motor, na hiq pak atë flamurin e Shqipërisë nga simboli i UÇK-s, me qenë se i Kosovës është flamurim. Në qoftë se neve përfundojmë, nuk duhet flamuri i UÇK-s. Flamuri i UÇK-s është simbolik. Pse është simbolik flamuri i UÇK-s? Flamuri i UÇK-s është simbolik sepse neve jemi në represion për 150 vjet të dy shtetet tona, trojet tona të përbashkëta, nga pushtuesit të brendshëm dhe të jashtëm. Bac, unë të ftoj dashur, të bësh mirë me shëndet, Zoti madh ke shëndet se ti je hero, të ftoj të rish me mua dhe me avokatin dhe me Vilsonin dhe me grupin ton, në një ditë në protest, e ke të gjithë qëndrimin me neve dhe do ta shikosh i dashur që do thuash vetë, do ta grisat të deklaratën, hajde ta nxjerrin flamurin e UÇK-s, se këtu që e ka luftë edhe që e ka pushtuesi. Të betohet Shpend Gashi. Të betohen vlla. Shpend Goshi. Respekt profesor, respekt Shpend. Respekt. Nuk kemi ne një për Respekte komandant. Shpend, besnjo. Si sa kuptove? Flamuri i Justisë dorë Kosovës se ka vendin e për muze të Shqipërisë, muzein e Kosovës, muzein e shqiptarëve të Shqipërisë. E ka vendin e kanë për memoriale të dëshmorëve, ku kanë dhënë dëshmorë mund të flamuri i luftës së Shqipërisë dhe sistema e UÇK-s. Unë e thash, nuk ka ligjin në Kosovë, po ti s'te ligji se ne kemi bu ligjin, draftin e kemi dërzuar. Shumë bukur. Shumë bukur. Vetëm një gjabace do të lë, nuk do të ndryhy fare. Pa, veç mos kesh kuptuar. Flamuri kombëtar, ka dallim. Unë jam shqiptar. E kuptoj këtë po thoni juve, po thoni stemën që del ushtria çlirimtare e Kosovës. Unë kam të drejtë apo duhet jam shqiptar, çu s'ki të drejtë në Absolutisht. Apo në Vlorë, apo në Prishtinë, apo në Prizren. Po të lutem, unë gjithmonë flas për flamurin e një ushtrie, nuk flas për një flamuri i ushtrisë. Po, tani kam vetëm një pyetje. Unë nuk jam një. Edhe gjëve që ka folë atje në emër tur, nuk ka të drejtë me folë askush në emër të organizatës veteranëve të lutjes. Mos asmund kam shumë shok. Unë babën time ku pas koshore ka në Gjermani. Unë vetë bjagosi kam 30 operacione. Kur si unë antar i organizatës do kam të drejtë me me folë. Mund të mos asmund ja mund të distingu çati këtë në emër vetë personal. Po ju në emër të organizatës veteranëve të lutjes, përderisa nuk konsultohet me ne. Ne kemi një kryetar, kemi një kryesi, kemi një këshill drejtues, kemi 36 dek në për komuna ndryshme, kemi përfaqësinë tonë. Dhe sot me dalë kush në mendur me vola atje. Nuk është e mirë. Unë më i flas si kryetari veteranëve të lutjes, më i flas edhe në jetën private, po tema edhe flamuri nuk duhet përdorur. Tani, okay, kuptoj. Në partive të Kosovës, e kam një reagim para disa mumbe ku paraguar gjë partive të Kosovës. Nuk kanë të drejtë partit në përfushata politike me përdor flamurin e UÇK-s të UÇK-s. As PDK-ja është? As PDK-ja? As PDK-ja? As PDK-ja, as IDK-ja, as Alianca, as Nispas, as një parti politike nuk kanë të drejtë me përdor sistemën e flamurit të UÇK-s. Po mungesa e ligjit. Tani po na kesh përdorin në flamurin, po na kesh përdorin. Po vetëm musin. Kesh përdorin, o vjen në UÇK edhe të vishur. Ne kemi veteranë të urtisë në gjitha partitë. Ne kemi shortor gjithmonë. Kemi edhe nga Shqipëria, edhe nga Maqedonia, me respektin më të madh. Komandant, edhe një pyetje, edhe një pyetje shkurt e ko, Shpendi Tana Musa është. Po ta them vetëm një gjë, unë kam parë djem të ri, nuk e kam marr UÇK-n, se UÇK-ja është sistem shumë e fortë për ta mbajtur burra, nuk e mbajt dot çunakët. Por kam parë dy njerëz që e shikojnë aty në protest. Dritan Goxhaj dhe Meçan Zodaj. Janë të dy luftar trima për çlirimin e Kosovës. Mendoj dhe jam i bindur që të pakën ata dy luftar që e mbajnë atë sistem e kanë të legjitimuar për ta mbajtur se kanë fjet me vdekjen çdo ditë.
kam votën e një, ato, ne kemi sokoj bukën kryetari veteranëve për Shqipëri. Po. Sokoj bukën. Besoj një sokullin. Po. Kryetari Madit është një qytetar i deshëm i Shqipërisë, një shefror i kohës së Enverit, tash që harrova emrin, shumë burim mirë, është pak i vjetër, është kryetari Maditve. Ne kemi dy përfaqësit tonë ato, ju keni mund me kontaktu edhe me sokoj bukën me bisedu, po edhe me tjetë kryetarin e Maditve trupte, se mujë me ta quram një pa problem. Po. Ta qoj s'ka problem fare. Mua kim mbi emrin se s'ka bëj, po mua kjo është mbi emrin. E kështu që ne kemi dy përfaqësues tonë. Po. Ne sigur shteti ka qeverinë, ka përfaqësinë vetë se përfaqëson një të ka qenë zhani. Ne jemi organizator veteran lloj, ne kemi përfaqësi tonë. A bën edhe një pyetje? Po, komandant, edhe Musa Smoli ka një pyetje për ty. Po, me dëshirë më të madhe, me gjithë, edhe me Musa Smoli me gjithë, me dëshirë më të madhe, me respekt. Okej, komandant, faleminderit. Masi u munua me avon përgjigjen, me avon këty në përgjigjen, ti e dini se nga Shqipëria ka rrjedh UÇK-ja. Shumë e vërtet, shumë e saktë. Faleminderit. Bravo. 2. Vetë jeta jote edhe jemja, sakrifica jote edhe jemja, edhe këtyne djemve, aty në protesta, jonë të morë pjesë fëmija tanë jonë. Pra ndaj ne jem të luftu e të punu, tonë jetën për më mujtë që të thmi me shëju që atë nënë në Shqipëri. Nënë në Shqipëri ka impuls, ti ke dhonë edhe me të plagos në merësh me jetën të luftu, për më mujtë me gëzu jetën në fëmi tanë. Pra ndaj fëmi tanë duhet të hekin krimin nga Shqipëria. Jo me shejt toka nuk kem, na kem edhe një jetë për Amerikën, për Izraelin edhe për Mishtan, po nuk kem atë dhejmë i falë dikuj. Prandaj, komandant, 2, mos kish me qenë me e bukur, mbrojtja e UÇK-s, mi hek 50.000 veteran të rreshëm jonë, 20.000 invalid gati i kia të rreshëm, a ka që ma gjuna, me përdor invalidin, një si s'ka po asgjë për atë dhejtë. E me përdor ti që ki jetë e luftu me jetën, ose shoki jem tjetër edhe Musa Smoli me 204 euro, mi shqit bizneset në Amerikë, mi thonë gruz dele martohu, e me që 27 vite jem të jetu, minzë jem të jetu, kum pas bizneset kaj nuk du mi përsërit. Po mësisht më e mirë me qenë me mbrojtu që kenë, së ku Mahmet Kuka, nuk ka drejt me uniform me dalë me shajt komunistin e Kosovës. Se komunistin e Kosovës nëse më tratën, ka uzën time, ja fos plum kry. Dhe të tratën ka uzën tonë, luftën tonë, edhe luftën teme, se Shqipëria nona jonë, ata thmi, ata djemë që jënë të mbrojt ato vajzë, ato nona, të mbrojt Shqipëri nga krimi, se këta e në drogerash, krim është, këtë balkoni jo krim, këtë udhësia e balkonit jo krim. Pra ndaj, falenderit si ka impuls Shqipëria jonë, komandant, kjo kësh me qenë me bukur, mi hek, invalid të rrejshëm, mi hek, veteran të rrejshëm, 5.000 burra e lemru dhënum nga Serbia, si kjo të merë. Nuk kem nevojën e të më rasë, unë e di ka uzën tonë kër ke pas një ko, kër ke menu, e kem do bashkë. Shqipnia, në ka një mune, e ka qelë dyrë, në ka një mune, e ka shtrëju, 1 milion popull. Pra ndaj, kanë drejt me përdojë flamurin, sa e flamur u marun në Shqipëri, kanë drejt me marë pjesë Musa Smoli, edhe do t'jem aty në protest me juve. Kisha me thonë edhe ti aty, se është pyetje mu mbrojt, jo interesi e Ramës, e interesi i Albi Kurti, pa mu pasysh, po është interesi kombëtar. Po. Faleminderit shumë. Po. Komandant, po. Faleminderit Musa Smoli më shumë. Unë nuk fas ka drejt me marë qytetori pjesë apo veterani pjesë në protesta. Ka të drejt me marë çdo qytetar pjesë protesta. Çdo qytetar. Se do ligje dhe kushtetuta, edhe në Shqipëri, në Kosovë këtë votën e lirë me marë protestë edhe me mbështetje. Nuk fas, nuk kem të drejt. Ne dy. Unë jem për atyre që përmene numrin e fëmijëve veteranëve, mund shmi me gjithë YouTube, kam qenë dëshmitar, kundër komandantëve që kanë pyetur disa të veteranëve të invalidëve. Mund e gjon, që s'do të kem të vidore që për 24 orë, dërgojnë për organizatorë, që kanë kërkuar me dokument në atë kohë gjykat 2017 e ki, që kanë kërkuar për 20 veteranë që në fryme, Musa Smoli. E dyta, flamuri të tije që ke thonë bashkë me mu, që ka thonë për kesh përdorin në për të bime. Mos ke arru. Jo, e di. A ke thonë? Po, ka thonë tërë. Në Kosovë,
Në Kosovë, pas kundetet me përdojnë të mund shrish partitë të unë që këma akuzune, kishë psikilja para 2-3 javë, para 1 muaj, para 6 muaj, mos e merrin loftë e mune për dubime. Po nuk po përdorin partitë në Shqipëri. Nuk e merrin. Nuk po përdorin partitë, djemë të ri, vajza të reja. Më fal vetëm një sekond. Se mbasi s'ke informacion. Më fal se mbasi Ka pja kallzën, fal ka avokat. Komandant, që ta kallzën pika shkurta avokatit e kallzën kauzën. Cila është kauza? djemë të ri, vajza të reja. Ja kauzën e protestës. Ata të fëmijët vegjël, burra dhe gra, po përdorin flamurin UÇK-s si frymëzim. Për të mbrojtur vendin se po na shitet dhe po largohemi. Kjo është kauza. Ka të bëjë me dëbimin e shqiptarëve nga Shqipëria. Kanë ikë 1 milion, do ikë edhe 1 milion tjerë. Nuk ka më vend për ne në atë vend, si se kuptoni dot. Puna përzem përfundimisht. Kjo është luftë për të jetuar në Shqipëri, mos më ik. Prandaj po vijnë diaspora me karvan në Shqipëri. Siç vinin atëre për UÇK-n që të regjistroheshin nga Amerika, nga Evropa për të luftuar për veten vet. Po vinë të gjithë shpëtojmë Shqipërinë, se po na e marrin e po na përzën zotëri. Po hajde një herë, vetëm një herë hajde. Hajde takoj vetë njerëz, mos takoj personalitete, takoj qytetar thjesht. Do habitesh për çka kanë dalë. Kanë dalë mos me ika Shqipëria pra. Gabim e ki advokat, nuk jenë shumë keq për kurtu, po s'ka me dërso nuk unë e djerovë, po s'ka taku me djerovë, no advokat, as të kemë broj, se s'kem interes me brojt i djerovë në fare. Unë imi ma dit i gjurte, se ma një për 500 euro, imi ma dit i gjurte, 30 operacioni kom musë me dërsom, e djerovë më taku operacion. Tako njerëz të thjeshta. Tako njerëz të thjesht protest. Pyeti pse Ja kanë ky dalë. po thotë takoj njerëz të thjesht. Takoj për të pyet pse kanë dalë. Pse ma e flamurin e UÇK-s? Hajde pyeti. Unë kam shok, djeron sot dush, kam njerëz, s'po di ku më nis pasoj peja, s'kan hapë se të poshtë, te di kam shok, tregojnë ata unë jam protestë në Tiranë, pas ka uti që unë kam organizuar protestën në Tiranë, bashkë me ju me qytetarët e Shqipërisë, me njerëz të Shqipërisë kam organizuar protestën në Tiranë. Kundër gjykatës sallës po. Kam Liria qenë ka unë emër. aty, bashkë me shpendin. E paska këta paska Kemi qenë qenë ne të protestë. dy. Edhe Paska qenë çat protestë. Azgan Haglej, miku kemi joni për video, bashkët, e kemi foto patrioti që kemi jon, qenë. e ka promovuar të tru podcasti, Liria ka emër protestën kundrejt Hagës. Po unë më autorizuar nga norte, më autorizimin time me kosës. Po pra bac, neve, Po këta e paska për neve krau po bac, thotë. e morëm kauzën tuaj, Apo në edhe një, veç edhe një. po. Komandant, edhe një, që të po të thëmë, se unë jetoj me shtet argument, edhe do këtë jem gjallë veç për shta. Një, të thëmë, është edhe shumë e vërtet është se si pasoj në Hagë që unë që ata është bashkëpunimi Edi Rama, Vučić, Open Balkan, që tu ja kanë botë Rathina, Hashim Thaç, që të shtyne ka urë shqiptare. Goj që po thëmë, për Edi Ramën edhe ti i vorrosën, edhe unë edhe ketë rinia shqiptare, ketë shqiptaria. Besën Zotën, ai është armiki i kombit tonë. Sukur e stat pasha shumë dje që kanë dashur me shit territoret tona. Po shumë e vërtet, ju përgëzoj. Kjo është Komandant, me që jemi kështu me Skype, nuk kish milion më shumë, cili kishte me qenë mesazhi për fund, unë të falenderoj shumë edhe kërkojmë ndjesë që si kushte, po e di që s'ke pas mundësi me ardhë. Unë i falenderoj të musafir të tretë, i falenderoj tretë jenë të mirë. Falenderoj me na. Me tretë unë në pi kafe, ku në Prishtinë, në tonë në dalë Prishtinë. Tiranë do në më shku bashkë. Unë jem terapi, jem që 10 ditë jovim terapi. Shkuara bat. Tërshqitjet kohë, s'kam tërshqita, jem ku kafe, kom më parë disa dite, jem po shumë keqe me shëndetje. Edhe me dekje realizu mje, komandant. S'ka e gore. Falenderoj. Kena me jetu dhe i vdekje, po në madhe. Me respekti më të madh për musafir, mesazhi jam është tru gjatë çelësia mos ketë Për shkallëzim situata. tensione, Shqipëri mos ketë rrosh zot, inshallah kur shoh të shikoj për vitin në ato shkollë që kam po, këtu një të shikoj për të konsum dëshirisht, po të mos vani tam Shqipërinë në Kosovë, se vani jam, në Kombi jam, në vllazët e mi, protestat e diu me gjithë botën me ligje dhe me kushtetu, kanë drejt me protestu, kanë drejt me kërku drejtën e vetë, kanë drejt me largue krimin nga vendi nëse kanë bërë krim, nëse kanë organizuar hajnia po se di çka, po unë ai ty uroj sukses, po ju kisha lut gjithmonë me fortë me argumente, fortë tjetër, dhe të kenë kauzë. Kauza pse thonë ta fëmia në gjërat në rrugë nëse nisi për Gjermani. Apo pse Fenicia, ju e nisi se s'punoj ti në Kosovë. Gjuhën angleze po të kryme. E ka vojë me psikologjik kom pa punë. Por tani më në marrë me po, nuk bind. Ju beton zot. Nëse në orë 5 gjërat nisi për Gjermani. Rinia e Kosovës do të shku jashtë vendi me punuar. Se s'ka Kosovë. Çfarë mos asë muni ka shi kep pasurinë në Gjermani, atë në Amerikë të mendu si ky suni si po më bëma mirë Kosovë, nuk është bëma mirë fare hiç. Inflacioni, pagat e ulta, çmimet tavan, më zvet, nuk kanë shku çmimet. Kështu që në Kosovë ka shpër ngulje të rinisë torë që të shku në për botën jashtë me punu.
Po unë po të më njerë, atu ku është presidenti i Iranit dhe pse unë s'jo. Unë ku bëha para 6 ditën në përportalet tona po Komandant. Presidenti i Iranit dhe pse protesta. Komandant. Unë s'jo, nuk shtetë protesta për Iranit. Izne, a bën Si po e mbështet? Një sekond, me çfarë? Një sekond, i nderuar. Se kjo është akusë shumë. Nuk u kam belgjen. Kë po mbështet ai më burdet? O kush Një pështet? sekond, kë po mbështet? Nëse e dim kush është. Atja them. Nëse e dim emrin më burdet. Avokat. Po do, unë ku bëha përtoje presidenti. Komandant. Pa i bu thot çfarë Komandant, komandant. Mund ka përvasu. Në çfarë gjuhë e thotë? Po ta Nëse di pas shpjegon, po gjuhën. ta shpjegon, po ta shpjegon shpendi shumë thjesht. Po shpen. Çdo njeri, çdo agjenturë huaj është duke punuar 24/7 çdo ditë zotit për përfituar kauzat e veta. Po se ka Ka posa një të kauza drejtë, tjera. ka një të drejtë legjitime, ka një të drejtë legjitime ai presidenti i Iranit për të sulmuar ekskluzivisht Edi Ramën duke përdorur protestën aty. Sepse ja thash në krye të erës Adriut, në parlamentin e Shqipërisë është firmosur rezoluta për luftë kundër Iranit dhe Edi Rama bashkë me ata të tjerët nuk kanë firmosur rezolutën për njohjen e genocidit serb. Kështu që prandaj shteti më i vogël i Europës i ka shpal luftë Iranit të madh. Ndërkohë nuk ja shpal luftë drejt për drejt Amerika. Kaq e thjesht është i dashur. Falenderoj shumë, komandant, po mus për fund, çka ka mus? A ki diçka për fund? Po, në për fund komandant deshta me thonë kështu. Po. Ama, komandant, a ma e rëndësishëm është, një e di Rom, a një e Shqipëri, në unë e ju, që i kem qujtë, që 130 vjetë. Nga, pet. A din sa është rëndësishme, o, komandant, une që që këj Musa Smojli, prej sotë, që ishtë është moment, prej ishtë të bisedu, ku dal jashtë, pe jap jetën, sa nuk është rëndësishme për nënën Shqipëni. Veç le të jeton Shqipëria e lirë. Edi Rama, kush mund të është Edi Rama me kap një popull me mytë? Kush mund të është Edi Rama? Kush mund të është për çdo njeri që është? Bravo. Nuk janë të rëndësishëm ata, janë njerëz hisha janë, drogerash janë fucking stupid janë. Komandant, kauza kombëtare është mbytje. Kauza kombëtare. Prandaj na duhet me luftu bashkë të tonë. Se e kem sot kjo historia, jem ka bojë imunitet. Nesër do të vdesim qemë kërkushi, po do të lëmë marë historia le të hesë të marën. Jo përmes të Tiranës, përmes një Mutahirit, babës teme të Athina. Se mundet më konë baba jam. Babë, po mundet më konë një e flëshqan që ma hupa dhëmë në e bishqani, e vrajat mut. O shumë e vërdet. Respekt, komandant. Nuk ka i gore, me atë dhe nuk ka i gore. Se individi. Shqipëria është me mos e individi. Shqipëria, ato duhet me di zdo një unë i bishkush është i morë në kry, e s'ka tru e s'mendon, se Shqipëria është me molle, se individi dhe se një me tonë se zërkushi, se Shqipëria së është prunë privata as kujnë as, Shqipëria së tuk e sfahive, po është tuk e shqiptarve, e Shqipnis edhe shqiptarve, Shqipnia dhe Kosova e tuk qytetarve që tuj, po në unë ato e ju prunë e sfahive, po une, po të me sinceritetin matë malë, për dhe so, nuk i di, as nuk i di kush i brin protestën, veç është qytetar, edhe ta dy vëllezër duhet që i studiator, që në fakt nuk i di kush ka marrë përsi me protestën në organizimin e protestës Musa Smojli, nuk i di më. Du më thoni sinqert nuk më konë. E shoh presidentit e Bërcili, portale edhe të gjënë shoh numër të madh qytetarëve, shoh që kanë Nuk ka parti, janë vetëm qytetarë të revoltuar. S'ka parti në protestë, ka vetëm qytetarë të revoltuar. Por ka të ndaluar partit të flasin si kryetar Por partisë. ka parti që marrin pjesë aty për të qenë me njerëzit e tyre, se ne nuk ja ndalojnë dot t'i themi kjo është protesta jonë, janë gjithë qytetarë. Por atje nuk bën dot asnjëri kauzë, se e provoja Gronsheja i dje, e provoja Gronsheja, hodhi shashkën, duam zgjedhjet parakoshme, u shuam gjithë neve dhe sot e mbylli gojen. Se ne nuk kemi dalë as për Agronin, as për Arlindin, as për Sali Berishën, as për Adriatikun, as për një tjetër. Nuk dalim, sepse po tjetë ajo e organizuar nga ata, i kemi parë se sa mbledhin ata në shesh. Kaq vllai. Kanë dalë të marrë të Faleminderit shumë, komandant. A ka mundësi një pyetje? Po, patjetër. Po. Po mirë, e gjero me Dorece, bje struktura komplet.
Qeveri teknike, ka burra dhe zonja të nderuar që na kanë bë krenar në për botë bac. Po, shumë e vërtetë. Qeveri teknike. Duhet vinë pra, po, një përfaqësues nga Kosova, një përfaqësues nga Ilirida, një përfaqësues nga Amerika, një përfaqësues Bashkimi Kombëtar Komandor Ka bon Shpendi ditë bëjmë mirë komunikimin, bashkë me Sadrin, bashkë me avokatin, propagandën, influencimin, t'i qojmë njerëzit e ka betarja, te libri, dhe jo që dalin njona të thoj, e mora këtë librin se më del bukur kopertina e ngjyra e këtij me ngjyrën e tangave. Në televizion kombëtar ku lexojmë neve portalet për protestën. Ekskluzivisht Top Channelin, nëse do me emrin. Ne kemi një alternativë. Alternativa është qeveri teknike që të përgatis reformë zgjedhore dhe reformë kushtetuese, që të bëjmë edhe një vend normal, se po hikin gjithë shqiptarët nga Shqipëria e dashur, po largohen. Atë që bëri Serbi në Kosovë, largoi 1,5 milion shqiptarë nga Kosova, këtë bëri Edi Rama 1 milion, tash do marrë punë me 1 milion tjerë. Kjo është arsyeja pse po dalin. Pse që kime shtu të shka po? Advokat vjen keq. Është krahasim shumë banate krahasoj dikon me Miloševićin, kjo mu për të unë s'vjen shpreh. Vallai Miloševići komandant. Po na përzejnë o zotri, po na përzejnë, po na dëbojnë. Në që e vishi pyetje thjesht. Po, e zgatëm shumë, ja, e zgatëm shumë. Komandant, ata bëjnë një pyetje. Komandant, ata bëjnë një pyetje une, edhe një pyetje veç. Atë kujtohet prej tanë kanë thonë gjithmonë, për amikun mos e pushkën me një, për vllaun me dy. Lufta madhe mes neve shqiptarëve, që u bën mik shqiptare i vetvetes. Edhe me dash me lyp ndim nga bota s'na animon, se jena armiqë vetvetit. Na duhet ta shlojmë nga armiku i janë i menshëm. Prandaj duhet me ngre zhag zvarr çdo një qetra ton ka uzën ton. Prandaj duhet me përka demonstrues. Po e pranoj, po krahasimi Miloševićit. Me ato, po shumë i madh, Miloševići ka qenë një kasap të ditë, mbi 460 masakra në Kosovë. Kjo është një krahasim i madh. Unë thashë për kësaj protestën pa paqësore, vjen mirë për këtyre qytetarëve që të protestojnë në mënyrë më të mundshme, në mënyrë paqësore, nuk ka thyme, nuk ka sharje, nuk ka ofendime, policia si gjujnë me burr, kjo vjen shumë mirë. Policia është e jona, nuk është aty. Po. Mu vjen shumë mirë, ju duhet Faleminderit. një ditë zotit legjitimin se kanë të drejtën. Përdesa nuk thej, përdesa nuk bujnë dhunë, unë i përgëzoj qytetarë gjithmonë një shumë mirë. Faleminderit, do të kiti për izim, po? Kam të drejtë aku për gjamuni se jem kryetari veteran me lutës, se jem zellë me kuvend, me deputet, apo me delegat nga gjitha troje shqiptarë, ka bose nga Maqedonia, Shqipëria, Kosova, delegat e ditë, kam të drejtë abryf, ka mundja sistemi rusë, se ma ka herë vërë besimin ma ka dhonë shokët e mi, bashkëqytetarët e mi, kam të drejtë, se përket disa frymë, është e vërtet, një mbi 28.000 veteran frymë, to vëne se moj kura se njëtë e më kundërsoj, të kjetë e më për me kundër kënë njështë. Fuqis të mi jek, fuqi komës ligje të sene, shu që unë edhe ju vërëj këta musafir. Faleminderit shumë hës. Sukses në burën e tyne. Mund vjen mirë se jeni paqësor, jeni mirë, policien vllazët e ju kisha bërë lutje, thirrje, policinë mos e shohin, mos e fyjnë, ata kanë detyrën në vetë. Janë vëllezër tanë. Kanë familjen e moj. Kështu që ju përgëzoj protestën e Çeçenit duke bërë. Faleminderit shumë komandant. Faleminderit shumë. Faleminderit komandant, respekt shumë. Faleminderit shumë, do të gjitje për komandantin. Faleminderit. Një besorën në organizohet vetë me kur doni me mos asmolin ju pres. Kafe drejt. Me qefi më të madh, me qefi më të madh. Jo, shehem protestën e të bashkë. Faleminderit. Faleminderit komandant. Nuk është e emja, nuk është pronë e imja, Absolutisht. është e bashkëqytetarëve të mi, është e gjithë veteranëve, është e qytetarëve, shqiptarëve, kur dhe më na vizitu, me zemër kom i prit gjithmonë. Do na më shkuën protestë, komandant. Faleminderit komandant shumë, respekte, faleminderit shumë, natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit shumë, natën e mirë, faleminderit. Atëherë dohet bëjë ndërhyrje për krahasimin midis Miloševićit dhe Edi Ramës, sepse njerëzit nuk e kuptojnë dot, ai ish kasapi i Ballkanit, ky joni dhia e Ballkanit. Miloševići në fund ditës ka bërë genocid ndaj një popullsie që e quante armike, që ishin shqiptarët. Edi Rama ka bërë genocid kundër psikoemocionale, është akoma më i ndyrë. Kundër një popullsie të cilën e ka të vetën. Kaq e thjeshtë është. Dhe të krahasosh Miloševićin me Ramën, ofendon Miloševićin se ky është më keq. Shkojmë, po. Sonte kemi edhe na vjen dikush ekskluzive nga Amerika, e kemi një qytetar të Amerikës, amerikan.
A ngjan shumë me aktorin hollywoodian. Sylvester Stallone. Mos ka nevojë. Kur the qytetar amerikan dhe mos na morë atë pacientin atë tipin. Për me vjen për Amerikës, ai është shqiptar, por ftojmë. Se dim ne Po është për krahët protestës, e ftojmë neve sonte, e ftojmë. Absolutisht po. Me dorë të gjithë, hajde. Hello. Mirëmbrëma. Çka më mbroma shqiptari ja? Mysafir. Mund të shqiptar amerikan vur. Dorë të gjithë e mollë po. Mund të amerikan valloj. Faleminderit shumë çelle. Ma ka Musa pa ka po duktësha? Ma ka komandon. Faleminderit shumë çelle. Faleminderit për ftesën. A vjem Vrat parë, duhet falenderoj ty, zoti Sëri, me moderatori më i mirë që kam ndjek deri tani vetëm për diversitetin që ke, që e lejo të çdo lloj fushë, e ndjeki për herë programin tuaj. Si po na lëvdon? Jo, është realitet. Faleminderit Nga shumë. që i lejo çdo lloj fushë, qofshin për fe, qofshin për kombin, qofshin për politik, çdo kush merr pjesë, diversiteti ka të bëjë shumë, edhe ne si jemi dakord gjithë me njëri tjetrin. Po gjejmë një rrugë përbashkët dhe jemi dakord Po e vërtet. për atë që është e mirë dhe e drejtë. A je pro protestës? Patjetër për atë kam ardhur. Ka nga Amerika për protestë. Patjetër. Do të vite për po. Çka keni një mesazh? Mesazhi është, unë gjithmonë kam thënë, i ndjek misionet të Shqipërisë edhe të Kosovës, të Dardanis duhet të quaj. Pa Dardanis do kishte edhe Shqipëri. Duhet jemi gjithë bashkë për një qëllim përbashkët. Të shpëtojmë nga armiku brendshëm. Unë e thash edhe më herët se edhe kështu për të ngjan shumë aktorë hollywoodian. Ta ma thonë kudo, Po, ha? s'është fajin, Sidomos protest. s'është fajin. Unë menua në fillim se Shumë njerëz bëjnë fotografi. Shumë njerëz bëjnë fotografi me. Besa unë menua se Menoj që jam. Faleminderit për komplimentin. unë E sidomos fëmijët kënaqen, janë ke parasysh që vinë dalin fotografi me Sylvester Stallone sipas tij. tash kur ka po pe Hollywood. Po ne po pëlqen as të syze pas ka. Unë mendoj që o sot o shkur është dita për të bë kombi bashk. Ku je tani ju atje pas Muzafer në Amerikë? Në Londër. Në Londër, a? Jo në Amerikë. England. England, a? Në England. British Se fas British po. Unë kam dhënë një surprizë shumë interesante për juve sonte, kam ftuar pak muzikë, folklor. Një bashkëlëftori Musa Smoli vjen sonte me neve. Shemsi vllai e ftoi me dorë. Çfarë faleminderit shumë që erdhe sonte. Faleminderit për juve. Çka ki dy fjalë për botë bashkëlëftorit tan, ti me vëllezërve nga Po për Shqipëria. to s'kam qa foli vëllohi. Se me të kursën e hargjaj. Ju, a? Se kam jaran të shpirtin Musa Smolin. Po ashtu i përshëndesëm edhe vëllezërit tonë nga Shqipëria. Çka po na thën sonte? Sonte për këneni kong mu isha me kënue për protestat në Shqipëri. Edhe dytën dhe të këneni kong bashkimi kombëtar që Bravo. neve nëna Shqipërina ka një muë edhe në lup. Edhe Sohrina Rejna, Gjehën s'ka. Tekstin e ka shkruar Altik Guxhaj. Gjithçysh. Aq sa ka mundësi dhe të Hajde. Hajde. Që ka brigjet e zërnit që në grejtani i shqiptarve aty ku valet prekun e token e shejt e të parve. Bravo. Zarva report kur shepja murin ku qezi trupi ju mbullon juve që doli o me nda o ma me Shqipëri. Shqipëria është e shejt, asë zani, asë për burani. Këtu tujnë veqë dinama, edhe sali, o ka arë puni.
mbjellë bashk, u shqipetar, rrët flamurit e kuqezi. Ta mbrojnë bashk, me protest, po nënën Shqipëri. Bravo, bravo, bravo! Bashkimi kontar, është detyrë për ne, e i ku do jem shqiptar, e jetoj, Frionin e kam, popin e miliona, se ne do të vendosim, për trojet tona. Frionin e kam, popin e miliona, se ne do të vendosim, për trojet tona. Perëndia, nuk e besoj, po marti poliçetin, ne që na cërtoj, po haje ka ardh, po asaj me kalzue, se shqiptarët din, po milion u bandue. Partimi kontor, është detyrë për ne, e ku do jem shqiptar, e jetën këndë. Frionin e kam, popull me miliona, se ne do të vendosim, me për trojet tona. Frionin e kam, popull me miliona, se ne do të vendosim, me për trojet tona. Bravo! 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 Po Në zemra! do të vendosemi... Në zemra sa tjetë jetë. Gjerin e kam popull me miliona se ne do të vendosim vetë për trojet tona, apo për fatet Tamam, tona. e ka... Ishte shumë e burë kjo mbyllje që i bërë sot. Ishte Faleminderit shumë që keni ardhur. Apo nismi bashkë protesta ju? Tash direkt. Po direkt, çto e kena lëna? Une ashtu kështu shtëpia jeme është e nona. Edhe fëmija dhe gjithë kush është nona, se original, se edhe me fi, nona është në gjithë, kështu që une jam me ju e deri. Atëre i lam shikuesit me pomje edhe nismi direkt për protestë. Erdhëm më pak dhe po kthehemi më shumë. Po. Shkojmë bashkë, hajde. Erdhëm për rekrutim. Apo shkojmë? Protest, hajde. Hajde, hajde. O, zemrat një, pëse nalë. Hajde. O, hajde mësa smoli, hajde. Lao janë gjajale, o janë bombo, repto Kosova, e bënju.